Hej miq, pas pak do të jemi të ftuar në radhës dhe duke falendëruar që na ndiqni javë pas jave, ju ftoj që të na bëni subscribe, na ndiqni në faqen tonë të YouTube-it për të bërë pjesë i këtij komuniteti të mamë dhe sigurisht me këshillat tuaja, me sugjerimet tuaja njëkohësisht, por më duhet falenderoj edhe mbështetësit e podcastit të mamë që është Lejthiza, Lejthiza dhe jo vetëm, por gjithashtu Dino Rios dhe Maru Derm për produkte të jashtëzakonshme kozmetike që çdo grua dhe jo vetëm duhet i përdor. Pas pak, me të ftuar në radhës. Të mendosh një vajzë e re 23 vjeçare, ti thuhet, domethënë që in vitro është mënyra e vetme që ti mund të ngelesh shtatzën, është si të bie qielli në kokë. Nuk kam parë asnjëherë testin me 2 vija. Si ndikoi kjo në marrëdhënien tuaj në çift? Mund të them që ka qenë suporti im më i madh. Ajo i deshi shumë më mësim, megjithatë rrugën e ka pas me plot e për plot të pjeta, me analizat një pas njëshme, me diagnoza, por kur mjekët ndonjëherë flasin për pamundësi, ne absolutisht që duhet besojmë në mrekulli. Kjo është fakt, edhe kjo është një prej historive që e tregon më së miri këtë gjë, sepse pas shumë përpjekjeve ndër vite, pas disa ndoshta edhe IVF-eve të dështuara, mrekullia ndodhi sërish. Dhe unë sot kam plot dëshirë mamin e Desires në mamë. Faleminderit, edhe unë jam shumë e lumtur fillimisht të them që është një emocion ndryshe dhe shumë i veçantë të jem në këtë poltronë e ulur si mamë. E drejtë, jam shumë e lumtur në fakt sepse në rrugtimin tënd unë kam qenë sa do pak edhe kam qenë aty edhe për të frymëzuar dhe për të thënë shpeshherë që mos u dorëzoni gjithmonë ke dhënë shumë kurajë që kur ndodhi mrekullia me atarën dhe njësoj e prisja që do ndodhte. E tërhoqe hundën për mua. Dhe vetë jam shumë e lumtur që ndodhi vërtet kjo gjë, sepse i bëjmë të besojmë të gjitha nënat që po na ndjekin që të besojnë vërtet tek mrekullitë edhe kur doktorët na thonë për të kundërtën. Por historia jote ashtu si kundër më thash në fillim, është plot të pjeta, plot analiza dhe le të themi një diagnozë si endometrioza që ditët e sotme flitet shumë në fakt, por kur mua më fol, unë nuk di asgjë. Si ka qenë për ty ta merrje vesh një gjë të tillë? Është e vërtet që në momentin që unë e mora vesh dhe mu tha kjo fjalë endometrioz, unë nuk di asgjë se çfarë ishte, në fakt isha edhe në një moshë relativisht të re, 21 vjeçe, dhe u diagnostikova në një moment papritur, domethënë shkova për një ekorotin tek ginekologja dhe fatmirësisht më qelloi ginekologe e aftë që ma diagnostikoi sepse kam dëgjuar vajza që ta diagnostikoi në kohë në fakt sepse është shumë e vështirë. Vërtet, po, që në ekon e parë sepse unë e kisha në formën e një kisti. Nuk kisha lezione që mund të dukej në eko, sepse dihet që lezionet janë më të vështira për të parë në eko dhe shihen gjithmonë në laparoskopi për të dhënë mjekët një diagnostikim më të saktë. Unë e kisha në formën e një kisti, ishte një kisti vogël në vizitën time të parë dhe mund të them që duke qenë shumë e re, ishte një nga vizitat e para fare të ginekologjisë, por doja thjesht të dija më shumë për veten time, duke qenë se dëshira për të bërë nën mund të vinte shumë shpejt. Me kohën. Dhe çfarë ndodhi pas kësaj? Atëherë që në vizitën e parë, mua më tha nga mjekja që kisha praninë e një kisti në vezoren e majt, dhe faktikisht mjekja nuk ma specifikoi, do me thënë që të ma thoshte 100% që është një kist çokollatë, siç quhet në gjuhën popullore. Thjesht më tregoi formën time të mitrës e të gjitha, duke qenë se ishte hera e parë që unë shkoja tek ajo. Tek mjekja, dhe më tha fare mirë që muajin tjetër duhet të vish për një konsult tjetër. Dhe kjo është pjesë pastaj e neglizhencës sime, duke qenë se isha dhe shumë e re, nuk është se mora shumë seriozisht. Nuk ishte në atë moment. Mund të jetë dhe kist normal me ujë ose me çokoladë, por thjesht ma shpjegoi dhe ma tregoi shumë bukur. Aty pastaj unë fillova të googleoja dhe të lexoja pak më shumë, të informohesha mbi endometriozën, se çfarë ishte, a e kam a nuk e kam. Muajt ikën shumë shpejt dhe unë shkova për eko pas një viti.
Dhe pas një viti kisti ishte zmadhuar, nuk kishte ikur. Unë theksoj që gjatë gjithë kësaj periudhe nuk kam pas asnjë lloj shqetësimi dhe Pra prandaj si ke pas ciklet? Sepse thonë që të rregullt, ciklet janë 28 problematika. ditësh. Cikli im shumë i rregullt, thjesht kam pas dhimbje gjithmonë kur më Shumë vinte dhimbje. cikli, po. Dhimbje të padurueshme? Të padurueshme, po. Që Sa në zgjasnin ciklin si tim dhimbje? të parë 14 vjeç, dhimbjet kanë qenë shumë të forta. Pra ti e merje pushima të ditë nga dhimbjet, arrije ta Nuk bëje të arrija gjë? dot se një vajzë e vogël në gjimnaz, Ne nuk kuptoj. është se të kupton njëri, kështu që kam pas pirë qetësues që të qetësonin pak dhimbjet, edhe pse më mbrapa e kam kuptuar që mbas edhe ato nuk kanë qenë një gjë e mirë Për organizmin, po? për organizmin, sepse më vonë filluam të lexonim që nuk janë të këshillueshme shumë. Çfarë qetësuesi po flet për Ponstan aso kohë, këto Nuk e tilla mbaj mend çfarë ka medikamente, qenë, jo ka paracetamol, apo? qenë kafetin menstrual në mos Okej, gaboj. nga këto. Ka qenë ajo periudha. Edhe duke qenë se dhe unë nuk shija asnjë lloj shqetësimi tek vetja, prandaj dhe koha më iku shumë shpejt pa bërë një eko të dytë. Dhe kur shkove kur pas bëra një ekon viti? pas një viti, kisti ishte zmadhuar nga 2 cm që mund të kishte qenë tek eko e parë dhe doktoresha më tha, hajde muajin tjetër se mos marrim kontraceptiv, unë nuk shkova. Dhe ishte rasti një laparoskopie, për të bërë një laparoskopi. Nuk ishte më momenti për të zhdukur kistin me medikament, kështu që unë u përballa me faktin që duhet të bëja një ndërhyrje. E kuptoj. Isha vetëm 23 vjeçë Orinda, shumë e re. Okej, më erdhi pak si bomb dhe aty Ta bën urgjente, pra. jo shumë urgjente, por aty kam kuptuar dhe në fakt aty fillova të lexoja shumë mbi endometriozën sepse ishte tashmë e vulosur që ishte kist endometrioz. Dhe mbaj mend që kam vuajtur shumë atë periudhë. Edhe me mjekët dua të them, sepse shko tek një mjek tjetër, njëri më thoshte hiqe, operohu, tjetri më thoshte theksoj që kam shkuar, u mundoja të shkoja tek mjekët më të mirë. Më të mirë. Njëri më thoshte, po provo të ngelësh një herë 7 zan, 6 muaj, se kush e di mund të ngelësh. Ndërkohë që unë kisha marrë informacionet e mia që ishte shumë e vështirë për të ngelur 7 zan. Pra, raste të rralla kanë ngelur vajza 7 zan edhe me kistin endometriozës, por ishte shumë e vështirë. Dhe vendosa me familjen time që të operohesha jashtë pastaj. Shkuat jashtë ku? Po, në Austri. Në Austri. Dhe pas operacionit, laparoskopisë, kisti doli 10 cm. 10 cm. Po. Dhe unë nuk kisha prap shqetësime të mëdha që të thoja më dhëmb diçka apo kam një shqetësim shumë të madh, sepse kam dëgjuar vajza që vuajnë gjatë gjithë kohës dhe non stop me dhimbje. Unë nuk kam pas asnjë shqetësim. Përveç dhimbjeve menstruale. Dhe e hoqe kistin? Çfarë ndodhi pastaj? E hoqa kistin, po, dhe pastaj vi në Shqipëri, në Tiranë, të ndiqem tek e njëjta mjeke që ma diagnostikoi. Dhe i them që unë e hoqa kistin, tani jam gati të tentoj për një shtatzani. Sa vjeç kishe në asë? 23. 23. Ishe gati për një shtatzani? Po, ishim gati, sepse Kishte një marrëdhënie që kishit ti mund ta vita. dish, por ne kemi një marrëdhënie të konsoliduar dhe jemi rritur bashkë që 15-16 vjeç me njëri tjetrin dhe edhe pse tani mund na duket vetja sikur kemi qenë të vegjël, që në atë moshë kemi qenë gati për një fëmijë dhe kemi filluar tentativat, që nuk e dinim se do na ecnin kaq shumë, kaq gjatë. Por hera e parë kur më tha mjekja që domethënë ishin 3 rrugë, ose inseminimi, pra tentimi në mënyrë natyrale, që mua mjekja më la për një vit prap në mënyrë natyrale. Dhe unë sepse ti ishe shumë e re. Isha shumë e re dhe faktikisht dhe mjekja pa të keq, pra nuk e mendoj, e mori për të mirë qenë moshën time të re dhe nuk më bëri as testin AMH-s. Që mendoj se duhet të ishte bërë që në momentin që unë bëra laparoskopin, sepse mua më hoq pothuajse e gjithë vezorja e majtë. Pra, më bënin mjekët eko dhe më thonin që rezerva e vezorës së majtë është paksuar, kështu që normalisht testi AMH-s duhet të ishte gjë e parë. Po, gjë e parë, siç bëhet. Unë tentova një vit në mënyrë natyrale dhe mendoj që ajo ka qenë thjesht një humbje kohe për ne, sepse aso kohë kam qenë akoma më mirë dhe vitet bënd vetëm pastaj që AMH-ja vazhdoi duke rënë. Patjetër. Por ky mendoj ishte gabimi, kaloi një vit dhe pas një viti na u tha nga mjekja që rruga e vetme për ne ishte in vitro. IVF, po, in vitro. Dhe të mendosh një vajzë e re 23 vjeçare, ti thuhet, domethënë që in vitro është mënyra e vetme që ti mund të ngelesh 7 zan, është si të bie qielli në kokë. Kështu që ti nuk e pasur në një humbje.
gjatë Jo, terapisë? asnjëherë. Që le të themi të mbam të ma të shpresën që prit se mund të ndodh vetë një gjë. Një gjë Jo, e tillë. gjithmonë kam qenë me atë shpresë, Po, por nuk kam parë asnjëherë testin me 2 vija. nuk e ke parë Jo. asnjëherë këtë gjë. Edhe si ndikoi kjo në marrëdhënien tuaj në çift? Eris? Qoftë që në momentin e diktimit të endometriozës edhe pastaj në vjimësi. Mund të them që ka qenë suporti im më i madh. Nuk dua të qaj, sepse gjithmonë kur i rikthehesh këtyre ndjes. Kur i rikthehesh këtyre përjetimeve është e pashmangshme që të emocionohesh edhe të lotosh, por ka qenë gjithmonë një suport shumë i madh. I rrallë, duhet thënë, ë? Është nga ato çunat e rrallë. Normalisht vështirësitë edhe vitet që kalonin diskutohet që është një sprovë shumë e madhe për një çift, por mendoj që pas sfida nuk ka dashuri. Dhe dashuria duhet i provoj disa sfida për të parë se sa e madhe është. Çfarë të ka mësuar ty pritja, dhimbja? Eris? Më ka skalitur durimin. Unë gjithmonë kam qenë e duruar për çdo gjë në jetë, por më ka skalitur durimin dhe më ka rritur shpresën shumë. Unë kur nuk jam dorëzuar Orinda, dhe pse ndonjëherë partneri im mund të dorëzohej nga fjala e një mjeku që thoshte ti nuk do bësh kurrë në mënyrë natyrale, e merrte për të mirë qenë atë fjalë dhe dorëzohej, morali i binte për tokë. Unë thoja prit, sepse do vi dhe dita jonë, do ndodhi mrekullia. Dhe ja ku erdhi. E vërtet. Dhe si ka qenë ky moment, përpara një doktori që thoshte nuk do të ndodh dot. Nuk më ka ndodhur vetëm një herë. Kam pas 2 raste. Rasti i parë ka qenë nga një mjek turk dhe nuk e harroj, sepse duke menduar që mjekët turk janë më të mirë, më të zotët, hajde shkem te ky mjeku e provojmë. Ai mjek mua ato kohë më bombardoi me gonadotropinën në nivelin më të lartë. Dhe më vonë pastaj kam lexuar që të vendosësh mjekimin në nivelin aq të lartë direkt, dihet që dhe vezoret apo vezët nuk do reagojnë. Dhe çfarë bën mua, vezët e mia nuk më reaguan. Nuk po rriteshin siç duhet. Unë mora dozën më të lartë për disa ditë dhe mjeku më tha, stop, nuk kam më nevojë që ti të vazhdosh të marrësh mjekimin, sepse ti kudo që të shkosh në mënyrë natyrale nuk bëhesh dot nën, më tha. Pra me vezët e tua. Me vezët e tua? Po, kështu ma tha troç. Pra as me IVF, dhe më thënë ti nuk mbetesh dot. Po, kështu ma tha ky mjeku. Si u ndjeve në atë moment? Shumë keq u ndjeva, po nuk e besova. Thellë brenda meje nuk e besova sepse isha shumë e re. Unë kisha dëgjuar vajza mbi 40 që kanë ngelur shtatzan dhe kanë bërë fëmijë me IVF. Domethënë, mendoj që fjala e mirë e mjekut është thelpsore tek pacienti. Dhe këtë e gjeta tek mjeku që bëra Desiren. Fjalën e mirë dhe atë ngrohtësinë që nuk e kisha gjetur tek asnjë mjek tjetër. Si e morët vendimin për IVF më pas? Që me IVF-in e parë, teksoj që IVF-in e parë e kam bërë në moshën 23 vjeçare. 23 vjeç, po. Ishte rruga e vetme na tha mjekja. Po, kështu që duhet ta ndiqni. Patjetër që duhet ta bëje, dhe pse për mua ishte bombë që do bëja IVF, më vonë bombat rriteshin dhe ti mendoje që me IVF-in e parë do të kishe sukses, ndërkohë që ishte një zhgënjim shumë i madh. Te ajo e para e kujtoj shumë, e kam si parasyve sikur të kishte ndodhur dje. Vërtet? Po, përgjigjen e analizës, isha kështu e bindur që do kishte ndodhur. Nuk e mendoja që mund mos ndodhte, sepse kishim krijuar 3 embrione, pavarësisht se njëri nuk ja doli dot, u transferuan 2 embrione dhe të marrësh një përgjigje negative, asnjëri nuk ja doli. Ishte pak tronditsa. Më pas, IVF-in e dytë... Sa prita për IVF-in e dytë? Prita, sepse jam konsultuar në shumë mjek gjithmonë. Nuk e kam lënë kur bosh, si të themi, një vit, pa u konsultuar dhe pa u mjekuar në mjek të ndryshëm. Por, si gjithmonë, çfarë thot një mjek, nuk thot një tjetër, pi suplemente, merr vitamina, gjëra të ndryshme, 1-2 vjeçari humbur kot vetëm me suplemente. Pastaj nuk e mbaj mend mirë mosh. Tek IVF-i dytë është rishtazi, nuk është shumë
nuk është para shumë vitesh domethënë, por mendoj që ka qenë dhe jeta ime që më ka sprovuar pak në sensin gjithmonë kur kam bërë një IVF, kam qenë në periudhat më të këqija dhe më stresuese të jetës time. E në fakt. Dhe patjetër kjo ka ndikuar në e drejt, në mirëqenien tënde emocionale dhe në suksesin IVF-it. E thon vazhdimisht mjekët që ti duhet të jesh shumë e qetë në momente të tilla. Asnjëherë nuk kam qenë e qetë Orinda. Në Edhe IVF-in e parë më ndroi jetezja dhe detyrohesha mbaj mend mirë që një herë kam daluar në një karburant rrugës për Vlorë për të bërë gjilpërën. Në IVF-in e dytë kam pas mamin e bashkëshortit shumë sëmur në spital dhe detyrohesha që të shkoja në shtëpi të bëja gjilpëra dhe të kujdesesha. Domethënë kam qenë periudha shumë stresuese. Pastaj, sepse duhet të ndaloj dhe tek e dyta, tek e dyta kisha shpresë, siç e thash, tek e para ishte ajo që doja dalësh. Po. E dyta pastaj, o bëbo ndoshta dhe s'ja dal. E treta, s'kam për t'ja dal. Ky ti po më tregon shembull se fillon të humb shpresa, apo jo? Gradualisht, njeriu fillon e humb shpresën. Dhe jo vetëm shpresa, unë mendoj që lodhesh. Vjen një moment që fillon dhe lodhesh sepse patjetër. Të marrësh medikamentet e IVF-it është shumë e zauruese në mënyrë absolute. Mendoj që kush nuk e ka provuar nuk do ta kuptoj kurrë. Gjendjen tonë hormonale, gjatë momentit që merr ato medikamente, luhatjet e humorit që ke, njerë je këtu, pastaj je poshtë, nuk e kupton dot asnjë person që s'e ka provuar. Si ndikojnë në trupin tënd? Nuk ka ndikuar në gjendjen fizike flas, nuk ka ndikuar as pak, nuk më kanë fryrë shumë medikamentet apo të kem pas ndonjë ndryshim. Pra sepse është diçka që zgjat edhe mbrapa, jo vetëm në atë periudhë. Vetëm ato takimet që ti ke mjeku një herë në 2 ditë që janë shumë zauruese, shumë të lodhshme, ndërkohë që ti edhe në marrëdhënie pune, nuk e ke dhe shumë të përshtatshme, si do marrësh leje, si do të thuash që unë duhet ikë çdo 2 ditë, nuk e di si do zgjidhet kjo gjë. Dhe a do zgjidhet ndonjëherë kjo gjë në marrëdhëniet e punës, por që ja ashtu, ja kemi dalë. Një herë në 2 ditë tek mjeku. Dhe vendose ta provonet për herë të tretë me shpresa të ulura. Të ulura pothuajse 0. Dhe si? Vendosëm, duke qenë se kisha dëgjuar shumë për profesor Hakanin, nga njerëz tonë të afërt, por nuk e di pse nuk e kisha marrë kurrë atë guximin që të shkoja ta bëja një konsult. Erdhi momenti, nuk e di, dëgjuam dhe një çift nga miqtë tanë që kishin provuar një IVF me doktorin dhe vendosëm të shkonin të bënim një konsult. Theksoj që unë kam qenë shumë e deprimuar. E zhgënjyer 2 herë normalisht, edhe hera tretë ishte kështu, ndoshta dhe s'ndodhi, po si doja bëj, po s'ndodhi. O bëbo do filloj prap ilaçe tani, prap gjilpërat. Por që takimin e parë unë aq doja një gjysmë fjale nga doktori që më tha, nuk e harroj, më tha, po ne kemi bërë vajza më të mëdhaja se ty nëna, do të bëjmë ty, ti je re. Je 30 vjeç që doja dalësh, më tha. Aq doja unë. Edhe fillova sërish mjekimin. Filloje të ndërhoje sërish, filloje shpresoje sërish. Emocionet e tua u rriteshin. I kisha hequr shpresat që mund të bëja në mënyrën natyrale me vezët e mia. E cili ishte protokolli që ndoqët? Kemi ndjekur mjekimet normalisht me gonal, por çdo muaj ndryshonte doza e medikamentit. Që po më thua çdo muaj, nuk ka qenë diçka e menjëhershme? Me thënë le themi që u bë 2 javë mjekime dhe më pas u morën vezët, apo? Jo, si ka qenë? Atëherë më trego pak si. Atëherë të tregoj sepse duke qenë se AMH-ja ime ishte shumë e ulët. Sa të kishte vajtur AMH-ja? Ishte vajtur shumë pak, ndoshta edhe nga këto mjekimet kam dëgjuar që ulet AMH-ja sërish. Po. 0.02. 0.02 do të thotë që je në menopauzë. Po. Më thënë, nëse do të varemi tek standardet e le të themi asaj çfarë thuhet tek analizat, shkon në menopauzë. Po. Dhe është guxim i madh për një mjeku që të thotë ne do ja dalim. Ne do ja dalim, më tha, dhe ja ku ja dolëm. Pra ne duhet ta them të gjithë se është tamam mrekulli e Zotit. Po, është mrekulli e Zotit vërtet. Dhe nuk kam bërë, domethënë në ciklin e dytë bëra embrionin. Pra pas le të themi stimulimit të dytë. Stimulimi i parë dështoi, nuk u mor asnjë vezë. Okej. Ja, cikli i dytë pastaj rezultoi suksesshëm dhe u krijua një embrion.
tentuam që të krijonim embrione të tjera, që të vendosnim 2 embrione në transfert, por nuk ja dolëm dot. Ja. Dhe derisa pastaj erdhi ezaurimi nga medikamentet dhe I thash mjekut stop, të lutem, nuk ja dal dot më. I thash sepse po shkatrohem, po ezaurohem nga ana psikologjike. Sa rradha si I bërë ti? 1, 2, 3 apo deri te 2, deri tek embrioni I dytë ndalove? Pra le të themi, bërë 2 javorin e parë, nuk bërë embrion. Bërë 2 javorin e dytë, ndorët 1 embrion. Gati 1 vit. Gati 1 vit? Po, gati 1 vit. Dhe sa muaj, sa njerë në 2 muaj, si të... Çdo muaj jam. Çdo muaj keni bërë stimulim? Po, çdo muaj. Po të thash që vetëm në ciklin e dytë ja dolëm. Wow, Iris. Për 8 muaj të tjera nuk ja dolëm, të krijonim embrion tjetër dhe vendosa që do transferoja atë që kisha. Pra ishte ky embrion I cili u fut më pas të ty pas një ezaurimi dhe emocional I gjatë gjithë Ezaurim shumë emocional, e vërtet, por kisha parë raste të tjera të suksesshme me një embrion. Shumë e dhe vërtet. Dhe thash, pse jo, ndoshta inshallah e kam dhe unë atë fat. Është shumë e vërtet në fakt. Dhe ka një gjë Dhe duhet të thënë që rastet janë shtuar, sepse shkenca ka përparuar dhe me teknologjitë e reja tashmë është akoma më e suksesshme të transferosh një embrion se sa 2. E drejtë. Në fakt, ka shumë doktorë që preferojnë të transferojnë vetëm një embrion, duke qenë se le themi ambienti ku është embrioni brenda nënës është më I sigurt si 1 se sa 2, sepse 2 do kërkojnë pa diskutim më shumë fuqi, më shumë karburant kur jeton nga nëna, dhe kur nëna është ezauruar temi nga mjekimet, sigurisht që ndoshta kjo mund të ndikojë për keq. Por kur ti vendose që të transferoje këtë embrion, dete, se dua ta di si proces, qëndrove ndonjë muaj pushim larg medikamenteve? Po, ndenja një muaj, sepse ishte muaj gusht, edhe spitali bënte pushim. Po, kështu që më shërbeu dhe mua. Më shërbeu dhe mua për të bërë pak pushim. Dhe pastaj vendosa që ta transferoja embrionin në shtator. Edhe një gjë që thon doktorët, meqense ty pas ka qelluar në shtator, kur ti vjen pas verës, ke marrë rrezet e diellit, vitamina D është në maksimumin e saj. Dhe vitamina D si hormon ndihmon shumë në një konceptim të suksesshëm shtatzania, absolutisht, se është hormoni I lumturisë, hormoni që duhet se s'bën për të pasur një shtatzani dhe prandaj dhe ne sot kemi më pak raste të shtatzanisë për shkak edhe të një rënje të vitaminës D që është në popullsi, domethënë, edhe pse ne jemi një vend që ka kaq shumë diell, ne prap kemi mungesë të diellit njëkohësisht. Si ishte momenti kur transferuat embrionin? Si vijuan ato 2 javë, si I kujton? 2 javët pas transfertës janë pritja më e gjatë që mund të përjetosh, që mund të përjetoj një grua, dhe kam shumë vajza në faqe tani që prej momentit kur unë tregova dhe ndava historinë time me to, që më pyesin, të lutem, më thuaj si t'ja bëj. I them, lexo një libër, shi një film, bëj diçka që ty të pëlqen, që ta kalosh kohën në mënyrë sa më të pëlqyeshme, sepse E morë pushim ti atë kohë? 2 javë? Jo, nuk mora pushim 2 javëshin e transfertës, nuk e kam marrë pushim nga puna. Thjesht qëlloj fundjavë dhe qëndrova në shtëpi vetëm 3 ditë, sepse dhe mjeku më sugjeroi që duhet të vazhdoja me jetën e përditshme aktive dhe të mos qëndroja ashtu pasive në shtëpi. Sepse kjo mund të ndikojë në gjendjen emocionale, po, njeriu duhet të vazhdojë jetën e përditshme sepse nuk është se bën ndonjë gjë të madhe. Jam shumë kurioze të di. Çfarë bëre ato ditë, le themi, çfarë mendoje? Faqet që shikoje, që googulloje, që çfarë ndiqe aso kohë, çfarë të dilte shumë në Instagram, apo vendose të ishe të mos e kishe këtë toksicitetin e Instagramit, e rrjeteve në ato kohë. Jo, unë vazhdova jetën e përditshme, domethënë, por nuk është se bëra ndonjë gjë të madhe. Thjesht ishte ajo frika e madhe që ndoshta s'ja dal dhe kësaj radhe, edhe kam qenë pak e pezmatuar, si thuash, nuk kam qenë shumë mirë në humor. Nuk e dija që doja dilja dhe madje nuk e harroja të telefonatën kur bëra beta ACG-n.
Por unë pa nuk- shkuar pa shkuar aty, aty. sepse di që ai është momenti Okej. më. Dua tash të Nuk kam bërë ndonjë gjë flas të atë të madhe. gjithë atë rrugtimin e Rrugtimin. atij dy javorshi, se për shembull kanë nëna, gra që janë në këtë pritjen e ankthshme që bëjnë testin e shtatzanisë që Nuk e ditën e kam bërë 9 apo të asnjë ditë 10. rinda. Jo. Aha. Jam treguar stoike. Ke pritur analizën e gjakut. Po, që bëhet ditën e 14 dhe unë e bëra ditën e 15 se kisha frikë ta bëja. Ditën e 14. Si durove? Nuk e di si Iris? durova, Aha. sinqerisht. Sepse ka shumë që e bëjnë në fillim. Po, nuk kam bler asnjë test, sepse kisha frikë mos zhgënjehesha. Dhe doja thash, do ta marr vesh atë përgjigje negative që mendoja unë. Po dhe nëse Kështu që do dilte negative, çfarë mendoje në atë moment? po është më keq, të dali negative. Jo, në çfarë do mendoje nëse edhe në fund fare do dilte gjithçka negative? E mendove atë në atë moment? Apo ti the, humbjen unë e kam në xhep tash më s'është se Jo, mendoj më. unë dua ta them edhe ta flas ndoshta pse Po. jo, që kur shkova herën e parë tek spitali ku ndoqa ai VF-n e tretë, isha e gatshme ta bëja dhe me dhurim. Do me thënë, mund ta bëja një hap të tillë. Pra le themi të merrje Me vesh diku donacion, tjetër. siç bëhet, do me thënë, thjesht nuk është se e bëra apo do e bëja hapin, po thjesht u informova për ta ditur se si funksiononte, Po. sepse kisha dëgjuar që mund të bëhej. Edhe u interesova dhe mu tha, do me thënë, që vezët janë nga gratë të huaja që Jo shqiptare. Jo shqiptare, që bënin donacionin. Dhe kisha këtë hallin, jo do më ngjaj mua, jo s'do më ngjaj mua. Me sa Që di, është një budallik zgjedhin i madh. tiparët e nënës. I zgjedhin. Thjesht bëra një konsul, do me thënë, edhe u informova, por që mu tha ndiq instiktin tënd dhe tento dhe kësaj radhe se mrekullit ndodhin dhe kujt dihet mund t'ja dalim. Jam shumë e lumtur që i dëgjova dhe e kur bëra erdhi- tentativën e fundit. Ajo përgjigje analizës. Ku ke qenë? Si ke qenë? Ja Çfarë ta ke tregoj qenë unë. Bëra analizën dhe isha me motrën me dy mbesat e mia që i dua shumë. Edhe më morën gjakun dhe isha kështu, merre gjakun, s'ka problem se negative do dali. Shumë e prerë. Edhe më thot doktoresha aty në laborator që, prit të lutem se ne jemi shumë të mbar. Kështu që dhe telefonata ka nisur kështu, atë thash që jemi të mbar. Dhe nuk e di, mu rënqeth komplet trupi. Unë të thash, dola me motrën për drek edhe nuk e vrava mendjen fare, thash, jam e bindur që nuk do marrë një përgjigje pozitive. Do me thënë, nuk doja ta iluzionoja veten. E kuptoj. Edhe kur mora atë përgjigje pozitive, beta ACG-ja kishte dalë shumë mirë, edhe nuk doja t'i besoja veshve në atë telefonat, do me thënë, u lumturova pa mas, motra që e kuptoj përballë meje reagimin tim dhe filloi duke qarë. Ishim në restorant, duke drekuar, kështu e kam marrë vesh lajmin. Pastaj fola me njëherë me mjekun, edhe më tha që do ta përsërisim analizën pas dy ditësh, që duhet të dyfishohet norma e betës. Pastaj do vish të bësh eko, më tha. Eko, ka qenë pastaj. Mi trego pak ato muajt e parë, kujdesin, si ndryshoi rrisi, njerëzit rreth saj, sa të kujdesshëm treguam, a vendoset që ta lije punën për t'ju Jo, nuk vendosa ta lija punën, ndonë se motra ime insistante që ti duhet marrësh raport dhe duhet të rish në shtëpi, të lutem, mos puno, mos shko në punë, duke qenë se puna ishte orar, 8 orarsh që duhet të qëndroja ulur dhe mirë është që në fillim thonë mos të rish shumë ulur. Dhe nuk e ndoqa këshillën e motrës dhe nuk bëra mirë, sepse faktikisht në javën e 14 unë pata një hemoragji. Dhe ja vendosa lodhje, sepse nuk ishte asnjë lloj shkaku nga mjekët, se si kishte ndodhur. Thjesht, me që më pyete, domethënë, javët e para kanë qenë shumë të sikletshme me të vjellat. Okej. Edhe kështu nuk ndryshoi asgjë nga njerëzit që mrrethonin, përveç se ishim të gjithë në qiellin e 7 edhe sigurisht që përkujdesja ishte maksimale. Por që unë atë morning sickness e kam pas shumë të vështirë. Ndonjëherë dhe darkave. Ku nxirja ushqimin dhe nuk mundesha. Arrijet e nxirja. E nxirja shumë herë gjatë ditës, 4-5 herë. Flije gjumë? Po, gjumë flija. Gjithmonë kam fjetur mirë gjumë gjatë gjithë shtatzanisë, nuk kam pas probleme me gjumin, por me ushqimin deri muajin e 4 kam qenë një tmerr. Në javën e 14, çfarë ndodhi si?
Javën e 14, unë sa po kisha marrë pak veten nga këto simptomat e të përzierave dhe të vjellave dhe thash, ok, tani jam mirë, mund të del për shopping. Dhe aty ndoshta bëra gabim sepse te I lodha veten. Shkuam bashkë me partnerin të bënim shopping për veshje maternity tashmë, sepse nuk më vinin më xhinset, edhe mendoj që e lodha veten në qendër tregtare. Besoj nga kjo më erdhi dhe në mbrëmje pata një spotting kaf. Okej. Aty u shqetësova. Jo, shqyr, fatmirësisht nuk kisha dhimbje, por nuk kisha asnjë informacion për këtë gjë dhe ajo ka qenë dita më e keqe e jona. More në telefon doktorin? Po, mora asistenten e doktorit në telefon. Jo në mbrëmje, me thënë të drejtën, sepse isha tek mami dhe më tha motra ti duhet të shtrihesh tani dhe nuk e për të ikur në shtëpinë tënde, kështu që merre Ledjen të vi këtu dhe të flini të dy këtu dhe ashtu bëm. Dhe fatmirësisht që nuk lëvizda, por ishim bashkë aty që të nesërme në 6 të mëngjesit, ku pata dhe hemorragjin, ishim bashkë Pate më shumë hemorragji? Po, pata hemorragji. Të plot? Po, të plot. Të nesërme në 6 të mëngjesit mua më del gjumi dhe kisha hemorragji. Okej. Dhe aty mendimi I parë që më erdhi në mendje ishte e humba. Nuk e harroj, domethënë atë shikimin ton të dyve, kështu që nuk na e zinte goja ta thonim atë që po mendonim, por ishte frika jon më e madhe. Pas gjithë asaj lodhje që ne kishim bërë për të arritur aty ku ishim dhe të sfidoheshim me një humbje, ishte fatale. Megjithatë, menjëherë mora asistenten dhe ajo më qetësoi duke më thënë që nëse s'ke dhimbje, të lutem qetësohu dhe domethënë rri e qetë. Fjala e saj mua më qetësoi shumë sepse realisht nuk ndjeja asgjë, por shikoja veten, hemorragjin. E në fakt kështu është. Sepse kështë një gjë që më ka ndodhur për mua jo në 14 por në 15. I kishte ndodhur shumë vajzave, pasi më ndodhi mua e pash një spotting e cila ka zgjatur 3 ditë. E cila doktori thoshte rri e qetë, nuk ka asnjë gjë, unë nuk mund të shqetësohesh ato sepse shifja në internet që maksimumi 48 orë ishte spotting, nuk mund të ishte më shumë se 48 orë, më shumë se 48 orë. Jo, unë nuk pata spotting për një periudhë të gjatë, direkt të nesërmen ndodhi hemorragjia, po. Por ndërkohë kur unë vajta e doktorit ditën e hënë, pastaj se edhe mua më qelloi fundjavë, vajta e doktorit ditën e hënë dhe e pam rrajt e zemrës ishin normal, bebi ishte normal. Unë shkreja në të qaura. Nuk shkova, sepse ai ta prit, s'ka asnjë gjë. Unë shkova në maternitetin e Durrësit, urgjent, nuk shkova dot deri tek spitali ku ndiqesha, sepse më duk shumë gjatë. Gjatë, po. Dhe doja ta hiqja atë merakun menjëherë, në momentin që kemi dëgjuar të rraurat e bebit dhe doktoresha tha çdo gjë okay, mos u shqetësoni. Ka qenë lehtësimi ynë më I madh. Është çdo gjë okay. Unë kam ndenjur regjim pastaj. Pastaj vazhdove me regjim. Po, pastaj lash dhe punën. Ishte kjo domethënë që ndodhi që edhe unë të shkëputesh edhe nga marrëdhënia e punës sepse ishte një frikë shumë e madhe dhe nuk doja të merrja atë risk përsipër. Kështu që pastaj vijoj me regjim shtrati për 1-2 muaj në mos gaboj. Kujdesesha akoma më shumë se ç'më thonin mjekët. Mjeku më thoshte nuk ke asgjë, mund të vazhdosh jetën e përditshme, por normalisht meraku ynë nuk na lejonte dhe për 2 javë kam ngrënë ushqimin në krevat, nuk kam lëvizur as për për drekën apo darkën në shtëpi, kështu që më zhbër çdo gjë. E bëre niptin? Po, e kam bërë niptin. Dhe në fakt me niptin kam dhe një histori. Nuk e bëra javën që këshillohet, javën e 10, 11 duket? Po, që në 9-ën bëra. Bëra një nipt. Aty ku bëra dhe analizën e betës, edhe mu vënua. Nuk e di ç'kishte ndodhur, dhe po më vënonte më shumë se sa ai 2 javori. Kishim ditëlindjen e gjyshit, vjerrit tim, dhe unë doja t'ja bëja surprizë. Kështu që ashtu siç ishim duke drekuar, I them partnerit tim, hajde tani shkojmë tek doktori, nuk është se mund të evidentohej, por mjeku ynë në Durrës e evidentoi menjëherë gjinin dhe I thash të lutem shkruaj me një letër sepse do t'ja bëjmë surprizë gjyshit. Dhe nuk e prita pastaj atë niptin. Nuk erdhi kurrë. Bëra një nip tjetër pastaj. Vërtet? Po, ishte prishur, nuk e di ç'a ishte ajo. Nuk e di ç'ndodhi. Bëra nip tjetër pak më vonë, pasi unë isha në regjim shtrati, erdhën ma morën analizën në shtëpi. Po. Edhe pastaj rezultoi dhe e vërtetova dhe gjinin,
tek nipti që ishte vajzë. Kur e bëre niptin, e bëre vetëm për gjinin apo e bëre për çfarë tjetër? E bëra për çdo gjë, Të plot? sigurisht të plot, po, bëra paketën e plot, për nuk e di se sa sindroma. Janë disa në fakt. 12? Po, janë Nuk e disa. mbaj mend Nuk mirë. janë vetëm le të themi. Do të thënë ishte njëra me 6, ishte Po. edhe njëra me më shumë sindroma, për të qenë më të qetë, sigurisht bëm paketën e plot. Për merakun ton, jo se mjeku kishte evidentuar diçka apo na e këshilloi si të domosdoshme. Thjesht tani të gjithë e bëjnë. Si ka qenë për ty? Ka qenë shumë emocionuese. Theksoj që gjatë gjithë shtatzanisë, domethënë, dhe mjeku ma ka bërë shtatzanin aq të bukur, aq të qetë. Fatmirësisht nuk kam patur edhe probleme, dhe më ka shkuar çdo gjë mirë, çdo gjë mbar, dhe në çdo eko ishte një emocion shumë i madh, por sigurisht tek ajo morfologjike është edhe pak ai tensioni që Po. do shikosh të gjithë organet. Më gjatë dhe më e gjatë, normalisht. më e lodhshme, po ka shkuar shumë mirë. Po. Shumë mirë. Ka qenë gjithçka. Bashorti ka qenë në çdo eko? Në çdo eko, po, çdo nuk ka eko humbur bashkë. asnjë eko. Ndëroje shumë gjatë shtatzanisë? Po, kam pas parë shumë ëndra gjatë shtatzanisë, e vërtet. Nuk e di çfarë shpjegimi ka kjo. Kanë fakt sepse Me që më thonë, përmende ëndrat, unë nuk e di çfarë shpjegimi ka që të çojnë tjerët shtatzan. Dhe mua tek faqja për rreth një vit më shkruanin shumë pafund vajza Orinda që të kam parë në ëndër shtatzan. Dhe unë i thoja, universi po punon për mua. Sepse Dash nuk kisha zoti. shpjegim tjetër. Ishte shumë e çuditshme që shumë vajza më shihnin në ëndër shtatzan, pa qenë shtatzan. Kur fillove të blija ato gjërat e para për bebin? Shumë vonë. Nuk kam bler asgjë që në fillim e thënë drejtën, se u tregova pak skeptike. Thojnë që pas 6 muajve mund të fillosh të blesh, të bësh blerjet e para. Çka ka qenë gjëja e parë që ke bler? Gjëja e parë që kam bler unë, me thënë të drejtën, ka qenë diçka për dhomën e gjumit të vajzës. Sigurisht. Po ç'ne. Nuk mund të lidhej ndryshe me një home decor addicted. Dhe ka qenë tenda e krevatit dhe gjirafa, që nuk e kemi zbuluar akoma dhomën, Dhomën e gocës. kjo ka qenë blerja e parë. Dhe një komplet handmade. Ti u tëroqe plotësisht nga Po, Instagrami, nga rrjetet sociale. Rrjetet sociale. Ë? U tërhoqa sepse thjesht doja ta shijoja ashtu vet me njëri tjetrin, me familjen. Dhe jo se Instagrami im është toksik as pak. Në këto vite kam krijuar një komunitet shumë pozitiv vajzash, edhe madje mezi prisnin më thonin pse nuk poston, kur do fillosh të postosh, na mungon. Dhe mu bënte qefi, por që doja thjesht të isha në atë relaksin dhe pasivitetin tim. Në atë kohë. Nuk kam bërë asgjë. Lindja. E vendoset një datë për të lindur. Po, lindja, sa e bukur. Ne nuk është se e vendosëm një datë të mirëfillt, sepse mjeku me thënë të drejtën nuk është se ma caktoj që duhet kjo data dhe je fiks për të lindur, për shembull. Unë kisha qef një datë kot, siç e mendojmë ne, sepse ishte programuar për lindje Po, cezariane, cezariane. sigurisht, po. Dhe vendosa që mbase mund të lindte datën 26, me qënë se është dhe 26 a ime, dhjetorit, thash 26 maj të Po. lindi vajza, por brenda meje nuk e doja këtë gjë, nuk doja që t'ja caktoja unë datën e lindjes. Nuk më pëlqente kjo gjë. Dhe ashtu ndodhi. Desire erdhi kur donte vetë. Vërtet? Jo kur ja caktova unë. Po. Qa ndodhi? Çfarë ndodhi? Ne ishim, do me thënë, në javën e 38 plus 1 kam lindur. E kisha programuar për javën e 39 me doktorin. Zakonisht ashtu programohet, po. Po. Dhe isha në ekon e fundit, e mbaj mend, ka qenë ditë e njëjte dhe më thot doktori që është gati, mund të lindësh këto ditë. Por nuk më tha se kur fiks. Dhe tha, këto 2 ditë, tha, mos bëj shumë lëvizje, tha se unë nuk jam shtetit. Dhe pikërisht atë ditën e diel ndodhi, kur nuk ishte as mjeku im. Por Stresove? u stresova shumë. Paniku më i madh ishte që nuk do kisha mjekun që më ndoqe gjatë gjithë shtatzanisë në sallën e Sa lindjes. vështirë është ai moment nëse. Shumë e vështirë. Dhe unë nuk e ndoqa në fakt këshillën e mjekut, bëra ato lëvizjet e mia të fundit. Kisha një shooting për të bërë. Po. Fotot e shtatzanisë që nuk i kisha përfunduar akoma, thoja kam kohë edhe një javë. Kam edhe një javë kohë. Kam dhe një javë kohë për të bërë ato blerjet e fundit gjërat, ta Po. heq dhe këtë photoshootingun që kam. Dhe them fal Zotit, shqyr që nuk më ndodhi në atë moment, por priti goca dhe pak, bëm gjumin e natës pas photoshooting dhe të nesërme në 6 të mëngjesit më plasën ujërat.
Do dhe ne ke 18 përjetuar. maj, ditë e diel, spitali ishte bosh, nuk ishte asë njëri, dhe unë në momentin e parë normalisht marr asistenten e mjekut dhe i them, çfarë të bëj, lutem, isha në panik total. Dhe më thot, rri shumë e qetë, nuk ka asgjë. Vesh ka ardhur momenti. Po, erdhi momenti, më vjen keq që doktori nuk e kemi, por me mjekun roje që është në turn, do lindësh. Dhe rrugës për në spital, unë tani marr pyes, kush është mjeku roje? Por ishte shumë panik. E di, sepse një nga arsye pse ne planifikuam datën 15, ishte unë doja më 17 se doja lidhjen me 7-ën, logjikisht. Tha 17 është fund javë. E tash okay. 15 paktën të lidhet me numrin e ditëlindjes time 5 për 5. Si gjithmonë kështu e kemi ne, të lidhet me neve. Edhe po mirë, 15 e kisha shumë të rëndësishme që të më ndishte doktori im, domethënë gjatë gjithë kohës. Po, shumë të rëndësishme e kisha dhe unë, por ja që shkoj çdo gjë shumë mirë, fal Zotit. Si ishte ai momenti kur dëgjove të qarën e parë? Nuk e di. Ishte gjëja më e bukur për mendimin për mua. Flas për eksperiencën time personale. Ka qenë emocioni më i madh dhe kam qarë me dënes kur e dëgjova dhe i thoja anestezistit që kisha te koka, po qanë, domethënë çka ka, sepse nuk po e dëgjoja mirë të qarën. Edhe çdo gjë fal Zotit shkoi shumë mirë. Lindja dhe post lindja ishte shumë mirë. Pse ja vut emrin Desire? Desire, unë nuk e mbaja mend fare që ka qenë një ndër emrat e mi më të pëlqyer, dhe madje tani vonë kemi gjetur nga iCloud një foto që kam shkruar në 2018 në një letër Desire. Dhe kur e pam para pak ditësh, ja ku e ke, më tha, ti e ke pas shumë qef këtë emrin. Ndoshta thirrja ime e brendshme për emrin, që do të thot në frëngjisht e shumë dëshiruar, dhe normalisht kishte këtë kuptimin që na personifikonte shumë të gjithë rrugtimin ton. Në vërtet, shkuat në dhomë, takime me babin. Me babin, po. Takimi më i bukur dhe më emocionues ndonjëherë, tashmë si 3, si një familje. Në vërtet. Shumë emocionues ka qenë. Si ka qenë nata parë? Pak si e trullosur, pak si, nuk e di, ta shpjegoj domethënë, po. Më duke sikur kisha një kukull aty. Sikur nuk po e besoja dot atë moment. Nuk e besoja dot. Pavarësisht se isha goxha e vetëdijshme dhe unë kam pas mirakun më të madh tek gjiri dhe thoja, o babo, do të jap gjë, si do të jap bëj. Kisha dëgjuar eksperienca vetëm të këqija fakt me pjesën e gjithënies, edhe frika ime më e madhe ishte a do ma kapte goca gjirin apo jo. Dhe nuk e kam menduar fare pjesën e plagës, sa kam shkuar në dhomë, që kam qenë kështu e trullosur, thoja, o babo, gjirin do ma kapi gjirin. Kjo ka qenë, nuk e di, siklet shumë i madh për mua. Vështirë është në fakt. Dhe besoj edhe për një pjesë shumë të madhe të grave kur lindin. Ata që duan ta vazhdojnë, po, e vërtet. Ata që prioritet, prioriteti më i madh. Po. Por fatmirësisht nuk pata asnjë lloj problemi. Sigurisht ato momentet e para kur ti e vendos në gjë është diçka shumë e re dhe sa të mësohesh, por që nuk pata fatmirësisht komplikacione apo. Dhe si është i jesh mami? Për mua është bekimi më i madh, nuk e di. Është diçka që e kam pritur kaq gjatë dhe më në fund ja arrita ta realizoj dhe është bekimi më i madh në çdo moment që e kam në krah. Falenderoj Zotin dhe them, o Zot, faleminderit për këtë mrekulli që më ke dhënë. Ndonjëherë dhe çaj emocionohem dhe them, qan shpesh? Po, çaj shumë shpesh nga lumturia tashmë. E drejt, e di. Jo më nga sfidat e nga vështirësitë. Së besohet që e ke aty. Po. Së besohet që është e jotja. Dhe më në fund e shikoja atë shtëpinë time tashmë roz, me gjërat e gocës, kudo nëpër shtëpi. Gjithmonë nënat më kanë thënë, duke patur një blog home decori, më thonin, ja priti sa të bësh me beb, se do ta shikosh këtë rregullsinë tënde. I thoja, nuk ka problem. Bomba le të bjerë. Bomba le të bje këtu, vetëm ta kem atë rrëmuja. E vërtet. Rrëmuja që më shumë kam dëshiruar, kjo është. Kjo është rrëmuja e bebit tënd. A ka ndryshuar kjo përvojë mënyrën se si ti e sheh mëmësinë? Jo, nuk mund të them që ka ndryshuar, sepse unë jam natyrë idealiste, do me thënë gjithmonë e kam para të gotën gjysmë plot. Dhe gjithmonë shoh anën pozitive të çdo gjëje. Ndaj edhe në këtë rrugtim, në rrugtimin e mëmësisë, kam parë vetëm gjërat pozitive dhe
Patjetër që çdo nënë në fillimet e saj përjeton vështirësi, patjetër që ditët e para kur ti shkon në shtëpi je në panik se thua si do kujdesem dhe çfarë do bëj se ato 3 ditë në spital je rahat. Sepse të mbështesin të gjithë. dhe për çdo gjë ke infermierën te koka që kujdeset dhe mendon për bebin. Por kur ti shkon në shtëpi thua çfarë kap, si po qan, çfarë don, si t'ja jap qumshin. Panik ka sigurisht, por që ta thash unë e marr çdo gjë me pozitivitet dhe shumë vajzave që më pyesin tek faqja i kam treguar vetëm gjërat pozitive sepse them këtë duhet të mbaj mend. Domethënë pjesa negative në eksperiencën time ka qenë pothuajse e papërfillshme. Nuk kam patur probleme me gjithënien, as me postpartumin, plaga mu rekuperua në një mënyrë shumë të lehtë. Pra, për çfarë ti tremb nënat e reja në rastin tim? Shumë vajza më thonin mos thuaj që baby fle. Mos thuaj kështu, mos thuaj ashtu, po pse mos ta them, pse ta tremb atë të shkretën? Është vërteta në fakt, edhe mua më ka fjetur ata. Mua zakonisht kanë trembur. Po. Prandaj thash, po nuk qeka ashtu si ma kanë bërë. Cilat janë ato momente që të prekin më shumë tani, në këto momente që shikon vajzën, ato momente që ndihesh më shumë emocionuese thua. Po, më emocionale. Tani kemi filluar belbëzimet e para, edhe para 2 netësh, para së të mama, baba, po pret. Po, para 2 netësh, po e vija në gjumë dhe thoshte vetëm mama, pa pushim, nuk e di. Po mama ka thënë atëherë, se thonë që ka thënë mama atëherë ka thënë. Ka thënë dhe baba, po ka qenë thjesht një belbëzim, ndërsa mama e ka thënë në vazhdimsi. Sepse në fakt baba është më thjesht. Po. Edhe është më vërtet edhe ndonjëherë ngatrojnë babat këtë gjë. Por mama Desire para 2 netësh e ka thënë pa pushim dhe unë vetëm që e regjistroja dhe doja që ta mbaja përgjithmonë atë në memorien time. Me gjumin si jeni? Me gjumin jemi mirë. Mos duhet të them që si jemi mirë. Jo, unë mendoj që duhet thua që jemi mirë, se unë nuk kam qenë asnjëherë. Keni një rutinë apo jo, nuk kemi rutinë, por thjesht dua të jemi sinqert, domethënë me eksperiencën tonë, gjumin e natës e kemi bërë që 40 ditëshe. Perfekt. Dhe aty filloi ai ndryshimi që ti mendon si ka mundësi që fjeti 6 shtator si një e rritur, domethënë. Dhe fatmirësisht ashtu kemi vijuar, gjumin e natës e bëjmë shumë të qetë dhe nuk është se zgjohet, normalisht mund të zgjohet për të pirë ndonjëherë, po pa shumë. Po, shqetësime, në gjumë, pinë ashtu në përgjumë. Kështu që rutinë nuk kam ndjekur, me thënë të drejtën, kam ndjekur duke qenë se jam dhe në shtëpi. Kjo është e rëndësishme. Nuk dua që t'ja kufizoj vajzës. Sa ke menduar? Unë nuk e kam menduar shumë akoma këtë pjesë, sepse nuk më bëhet të ndahem, apo të... Dhe unë të sugjeroj shtrish sa më gjatë. Edhe unë ashtu të... Shijoje sa ke mundësi. Sa ka mundësi do të shijoj, ashtu është. Se nuk kthehen asnjëherë më këto ditë. Ndoshta është dhe me mundësi, por... Patjetër që është me mundësi. Sepse shumë nëna detyrohen dhe nuk kanë çfarë bëjnë. Me thënë të drejtën, nuk e mendoj për momentin rikthimin në punë. Duke qenë se 1 vjet që më duket shumë e vogël. Dhe preferoj që ta mbaj sa më gjatë. Të paktën 2-3 derisa të bëhet për kopësh normalisht, të jetë në praninë e prindërve. Është që shumë e mirë. Sepse është shumë e rëndësishme, mendoj që edukimi të vi nga nëna dhe nga babai. Janë thelbësor. Patjetër, kjo është thelbësorja. A ndihesh ti më e fortë, më e qetë apo më e brish tani? Jo, ndihem më e fortë. Patjetër. Ajo superfuqia që të jep mëmësia, plus me vështirësitë që kam kaluar, mendoj që nuk ka gjë që më rrëzon më. Kështu që ndihem më e fortë se kurrë. Në vërtet, është forca që të jep fëmia. Është shumë e natyrshme, mendoj. Si e përkufizon ti sot fjalën mirënjohje? Mua gjithmonë më ka karakterizuar kjo gjë dhe kam qenë gjithmonë mirënjohëse si njeri, për çdo gjë, për gjën më të vogël, kur nuk kam ditur të mos them faleminderit për gjërat më bazike. Por mirënjohja për mua në radhë të parë është një virtyt që duhet skalitur në trurin apo duhet skalitur brenda nesh. Dhe unë këtë kam thënë dhe tek postimi që kam bërë, që Desire do rritet dhe do kuptoj që mirënjohja është virtyti më i lartë i njeriut. Unë pa dyshim që jam falenderuese ndaj Zotit për mrekullinë që më solli, po mirënjohja ime më e madhe i takon mjekut.
doktor Hakanit, i cili bëri të mundur të gjithë procedurën, domethënë të gjithë suksesin që ne ja dolëm vetëm fal mjekut, sepse duke qenë se kishim tentuar dhe herë të tjera, për mua ky ishte Zoti i zbritur në tokë. Iris, në këtë moment unë dua të them që Zoti kishte vendosur një kohë për ty. Po, e vërtet. Dhe bekoi duart dhe mendjen e doktor Hakanit që ta bënte si duhej atë E procedurë. vërtet, shumë. Nuk ka të bëj fare Fare, as doktor, as mjekimi, as po, një po. gjë. Zoti ka kohën e tij të çmuar për secilin prej nesh dhe e di pse dua të ndalim në këtë pikë sepse ka shumë njerëz që ndoshta edhe nga padituria ose ndoshta edhe nga jo keqdalësia, po që të fiks është kjo pjesa e paditurisë që thonë që nuk e zbatuar vullnetin e Zotit. Pra Zoti vendosi që ti të mos kishe fëmijë dhe ti tentove një rrugë tjetër. Nuk Por e mendojmë kështu. Unë prandaj dua të ndalim sepse Zoti ka forma të ndryshme se si vepron në jetën tonë, se si sjell gjërat në jetën tonë. Dhe doktorët pa diskutim që janë pjesë e jetës sonë të sjell dhe të rritur edhe nga janë ajo mendjes dora e nëpërmjet dërguar nga Zotit. Zoti për të ndihmuar. Se jo. Do thënë, është shumë e rëndësishme, unë kam një doktor shumë në fakt që thonë është gjithçka në dorën e Zotit në fund fare. Patjetër, gjithmonë. Edhe doktori tani që realizuam këtë gjë tha është Zoti i lartë që e ka bërë këtë mrekulli. Sepse dhe dy rastet e tjera nuk është se është bërë ndonjë gjë gabim. Pra, ishte koha dhe momenti ynë. I duhur, e vërtet ishte ai që Zoti kishte vendosur. Çfarë mesazhi ke për gratë në pritje, le themi që kanë qenë në varkën tënde, në këpucët e tua? Është shumë e vështirë, sepse flas çdo ditë me gratë të tilla dhe vajza të tilla që po sprovohen. Dhe tashmë që unë e kam arritur dhe kam kaluar në anën tjetër të bregut, shumë e vështirë me thënë drejtën të gjej fjalët e duhura për t'i ngushëlluar apo për t'i thënë qoftë edhe një fjalë inkurajuese që mos të mërzit se do t'ja dalësh. Nuk e them dot, sepse kam frikë, sepse nuk e them dot sepse kam frikë, them nuk i dihet se si do jetë historia e saj apo çfarë problemesh ka ajo. Po sigurisht që po provove dhe po i vure vetes një qëllim, ti do t'ja dalësh. Drejt, e vërtet. Çfarë do t'i thoje grave që përballen sot me endometriozën? Grave që vuajnë nga endometrioza, me thënë të drejtën, do t'i thoja që tashmë informacione ka kudo, dhe nëse duan të tentojnë për një shtatzani, të marrin masat. Sepse nuk mund të presësh derisa të vija i momenti yt. Edhe nëse s'ke një partner, merr masat, të ngrish vezët, të bësh gjërat e duhura, sepse nuk i dihet, endometrioza mund të shkatrojë cilësinë dhe sasinë e vezëve. Kjo është ajo që dihet. Çfarë do i thoja atyre mjekëve, të cilët shpeshherë tregojnë pa takt, të pakujdesshëm me vajza të cilat duan të bëhen nëna, por që s'po ja dalin dot. Nisur dhe nga eksperienca që kam me dy mjek që më thanë fjalën e fundit të parën, do t'i thoja që të kenë më shumë kujdes dhe të mendojnë mirë kë kanë përballë. Kanë përballë një njeri që shpreson dhe kanë përballë një njeri që shpreson aq shumë për realizimin e një ëndre apo një dëshire dhe duhet të gjejnë ato fjalët e duhura, më saktë të bëhen një psikolog në atë moment, në mënyrë që t'ja tregojnë nënave sa më butë dhe sa më mirë të gjithë atë historinë që mbase mund ta presi. Dhe jo të tregohen aq të ashpër dhe të thonë që ti s'do bësh kurrë në mënyrë natyrale. Sepse siç e tham, mjeku nuk është Zoti. Zoti ka planet e tjera. Ka planet e tjera komplet. Dhe çfarë do i thoje atyre bashkëshortëve që janë në të njëjtin rrugtim? Çifteve që janë në të njëjtin rrugtim, pavarësisht se kush e ka problemin në çift, do t'i thoja që sigurisht duhet të jenë suporti më i madh i njëri tjetrit, sepse qoftë ajo shpatulla që ti ke nevojë të qash apo të shprehesh, është shumë e rëndësishme dhe vetëm njëri tjetrin kanë. Ka gra që bëhen nëna në një çast, dhe lavdi Zotit për këtë, nuk ka. Po ka të tjera që bëhen nëna në shpirt, pa u bërë nëna.
Është vërtet. Dhe ti je nga ato Unë jam nga grarës. ato, po. Ti je nga ato gra që mëmsinë e ke fituar me luftë të madhe. Po, e vërtet. Ke luftuar shumë për mëmsinë tënde, por çdo ditë e jeton me një falënderim të madh. Këtë gjë që Zoti të ka dhëruar. Po, patjetër që po, është falënderimi më i madh i takon Zotit për mrekullinë që na dha. Dhe sigurisht, siç ti e the, janë shumë me fat ato vajza dhe ato gra që mund ta dëshirojnë një shtatzani që ngelin kështu me një kërcitje gishtash. Ne na duhen disa, por që qëllimi është i përbashkët, kështu që Dhe me Desiren në studion e mam, e cila besoj të na e bekoj fort këtë studio. Inshallah. Shpresojmë shumë. Çfarë do t'i thuash vajzës tënde kur të rritet, kur të pyes për historinë e saj? Rys. Besoj se do t'i shikoj vetë kaq shumë sa e ka treguar mami. Megjithatë, pavarësisht se mami ka treguar për të sensibilizuar edhe për t'i dhënë kurajë të gjitha vajzave dhe nënave që janë në të njëjtën varg me mua. Megjithatë, Desire do të rritet me shumë dashuri dhe do ta kuptoj dhe vetë që është vërtet një mrekulli. Dhe unë do t'i them thjesht që mos të dorëzohet kurrë përpara vështirësive, çfarë do lloj vështirësie në jetë. E vërtet. Dhe të besoj fort sepse mrekullit ndodhin. E drejt. Dhe pasi të dëgjojmë pak Gjekun se çka ka për t'na thënë, do kthehemi edhe një herë bashkë. Okay. Këshilla e pediatres ishte t'ja ndërpres sot për nesër. Dhe unë i besova verbërisht dhe bëra gabim. Të kërkoj ndjesë e dashur mjeke që më ndjek, por është gabimi më fatal, që ti mund bësh nga 4 vakte gjithënia të nesërme në asnjë vakt. Gjithënia, ndërprerja e gjithënies duhet jetë absolutisht e butë, që do të thotë graduale. Ka gra që e shohin jetën stacion pas stacioni, por ka dhe ato gra që jeton jetën me luftë, me dhimbje njëkohësisht, por dhe me ato lumturitë e vogla që na jepen gjatë ditës, por ajo që është më e rëndësishme ka gra që jeton jetën plot e përplot me dashuri, ashtu sikundër e ka jetuar Xheku, e cila ditët e sotme është bërë dhe zëri shumë grave, përveç të tjerave, me super mamas. Sot të kam në mam, bashkë me motrën tënde në fakt, por të dyja do të flisni për historitë. Kënaqësi të kemë sot. Kënaqësi e madhe të ritakohemi që prej kurse ishte në vina në barkun tim, kështu që edhe jam i lumtur që përpos mikesh virtuale jemi dhe mikesha të vërteta tani më. Është shumë e vërtet, në fakt ka qenë historia jote e cila më ka goditur që prej fillimit në fakt ne kemi folur gjatë me njëra tjetrën, kemi ndihmuar njëra tjetrën në rrugtim dhe unë do doja të të pyesja, Gjek, sepse sot jemi edhe për mamat e tjera, që ndoshta nuk të kanë ndjekur hap pas hapi në rrugtimin tënd me super mamas, e cila ka rënë pak në qetësi ndryshe nga dikur apo jo për shkak të impenjimeve të tua. Si do e përkufizoje ti veten tënde tani mëmsinë tënde, Gjekun, tani që je mami? Mendoj që jo vetëm në mëmësi, por në të rrugtimin tim jetësor, unë sprovojmë shpesh. Mendoj që më shumë se sa mund t'jem në të vërtet, ndihem një misionare. Kështu që siç kam edhe misionin për të ndihmuar gratë e tjera që e ndjej shumë thellë brenda vetes dhe do jetë për gjatë jetën time, jam edhe bekuar nga Zoti për misionin e mëmësisë, mision cilin çdo ditë ne përpiqemi të bëjmë më të mirën apo jo. Gjek, a ka një periudhë që ti do e përcaktoje para dhe pas? Dhe si do e përcaktoje? Para kësaj dhe pas kësaj. Para mëmësisë, Gjeku ka qenë kështu, dhe pas mëmësisë, Gjeku ka qenë kështu. Jo, nuk ka. Nuk ka? Jo. Unë jam një njeri që nuk kam korniza, nuk kam limite, jap gjithmonë maksimumin tim dhe jepe me tëra në mëmësi, në jetë, nuk mendoj që ka, jo. Jo. Ti ke volur publikisht për probleme me shëndetin që ti ke pasur më përpara, do të thënë nuk e qenë rezervuar absolutisht, ke treguar qoftë edhe për t'i ardhur në ndihmë grave. Gjithmonë kam vendosur altruizmin mbi interesin e një opinioni timit të mirë në shoqëri,
Për te i paragjykimeve, po, kam vendosur interesin komun të grave të tjera për t'i sensibilizuar dhe motivuar dhe për t'i treguar që jemi të gjitha në të njëjtën barkë. Le të flasim pak për atë periudhë. Jack. Po, unë si natyrë jam një natyrë shumë strikte, edhe përpiqem gjithmonë edhe pse shpeshherë paragjykohem si paranoiake, duke bërë gjithmonë analizat edhe duke qenë tepër e rregullt, por në fakt paragjykimi nuk ka qenë vetëm gjatë periudhës kur unë diagnostikova me një kancer në qafën e mitrës, por ka qenë edhe në periudhën postpartum. Për shembull, kur unë kisha kotiledonet placentës brenda meje dhe shkulja flokët nga dhimbja e tmerrshme dhe askush nuk më besonte që unë thoja mund të ketë harruar diçka brenda meje. Derisa fillova të ushtrohesha në shtëpi dhe të stimuloja një hemoragji e cila më shpëtoi jetën, le të themi, me gjithë sigurisht suportin e të mjekëve, sepse pa mjekët nuk do isha gjallë sot. Si ka ndikuar këto periudha në jetën tënde, në të parit jetës ndryshe? Sigurisht ti kur sprovohesh me të tilla betejë bëhesh më e fortë, por nuk dua të them këto shprehje klishe, por do doja shumë që të motivoja gratë të informohen më mirë. Të informohen tek mjekët, jo vetëm në internet, sepse tani më edhe me zhvillimin e teknologjisë pasiguria është rritur, kështu që ju lutem hiqni dorë nga ChatGPT-ja, por pyesni mjekët. Ti nuk ishe gati për të bërë në Jo, nuk isha gati, ne nuk kishim shtëpi, nuk kishim kushtet, unë nuk isha vendosur dhe s'kisha le të themi nuk kisha bërë një celebrim të marrëdhënies sime aso kohe. Fëmia erdhi në një bashkëtesë të shkurtër, por që sigurisht bekim. A kishe frikë aso kohe? Jo, unë jam një natyrë që po, ndjej frikë, sigurisht, është njerëzore frika, por kam shumë iniciativë. Edhe nuk jam natyrë që trëmbem, stepem, apo i marr çdo gjë në jetë, i marr si të vinë. Si ishte ai moment për ty kur mori testin e shtatzanisë? Ishte emocionues, friksues, lumturues? Si ishte për ty çka? Ai moment jo vetëm për mua, besoj për çdo grua është mrekullues. Është shumë i lumtur, ishte një moment shumë i lumtur, por për çdo grua nuk është, më beso. Sikur t'ishte. Nuk është. Dëgjoj shumë, po më vjen keq ta dëgjoj këtë. Unë më erdhi pa keq sepse erdhi në një moment thash ndjeva shumë befasi, ishte i papritur, por Zoti ka plane më të mira për ne, kështu që fakti që prisja një mrekulli brenda me ishte. Dhe si kanë qenë ato ditët e para, kur ti shtatzania jote, si po ecte? Si kujton? Unë kam qenë në regjim shtrati, absolut. Në momentin që bëra vizitën e parë, mjeku më sugjeroi absolutisht regjim shtrati për shkak të ndërhyrjes që kisha bërë në qafën e mitrës më përpara. Kështu që ka qenë një shtatzani komplet regjim shtrati. Dhe të mendosh që një javë përpara se ta zbuloja, që isha shtatzën, unë isha në mes një kaosi, kisha në varësi, domethënë isha koordinatore në një qendër si oficere për 300 veta, duke parë domethënë gjithçka mes kufomave, duke ndihmuar dhe bërë më të mirën me kolegët e mi për komunitetin. Ka qenë plot emocione të forta dhe me thënë drejtën më erdhi si paqe fakti që e zbulova që isha shtatzën, më erdhi kështu si në atë kohë, pra, ishte. Por fakti që ti bëra atë ndërhyrje më përpara, a të friksoi që do të ndikonte në një shtatzani të ardhshme, pra që do kisha apo jo një shtatzani të ardhshme? Jo, jo sepse isha doktori. Kisha fatin që u ndoqa nga një mjek që ishte dhe për kohën ka qenë një nga më të mirët, doktor Zydi Eshja, dhe gjej rastin të falenderoj sepse asnjëherë nuk e kam bërë publikisht. Ai ka qenë profesor doktor dhe një nga baballarët e ginekologjisë shqiptare. Më pas u ndoqa nga doktor Arben Pepat, i cili bëri dhe ndërhyrjen me lip në qafën time të mitrës. Nuk ndikon, mjekët më informuan shumë mirë që ajo procedurë nuk ndikon në konceptimin, pra në gjasat apo probabilitetin që mund të kesh për të mbetur shtatzën. Por analiza ime e AMH-s rezultonte e ullët aso kohë, hormoni antimilerian, pra, të cilin ja rekomendoj dhe çdo gruaje me dëshirë apo pa dëshirë të planifikuar për të bërë nën, që duhet ta kontrollojë rezervën ovariane. Në vazhdimsi. Arsye pse unë futa këtu dhe thash në vazhdimsi.
është sepse shpesh herë ne ngatrojmë faktin që duke pasur një AM të lartë, momentin e parë që ne bëjmë një analizë dhe shohim që kemi AM të lartë, harrojmë që ajo AMH, pra kjo rezervë, ovariane mund t'ulet për një kohë shumë të shkurtër, qoftë edhe 6 mujore, ndaj unë them që duhet përsëritur, pra kjo analizë është shumë e rëndësishme rregullisht. Të paktën nëse ti në një të ardhme mendon që do doje të bëhesh e nën, le të themi, sepse e di që s'ke çfarë të bësh, do thuash që është vendimi i Zotit që e solli këtë gjë për ty, por se je mos t'jesh para një fakti, le të themi, në fund fare. Unë e kam thënë disa herë privatisht në komunikimet virtuale që kam me mikesha të ndryshme. Në fakt, për kureshtje po e them edhe këtu që në periudhën post-Covid në Shqipëri, në një nga laboratoret më të mira në vend, kiti AMH-s po nxirrte rezultate të ulta vazhdimisht dhe aq sa administratori i laboratorit e çoi ta kontrollonte. Ta verifikonte kitin në shtetit dhe rezultoi që kiti ishte në rregull, por për shkak të Covidit ka ndikuar në pjellorinë e grave shqiptare, po absolutisht. Kështu që vetëm të grave, pastaj për pjesën e spermogramës është folur? Jo, vetëm për AMH-n kam ndjeni. Vetëm për AMH-n është për në këtë rast. Kiti AMH-s, po. Dua të kthehem edhe një herë tek fillimet e tua të mëmësisë, në atë shtatzanie e cila ka qenë e vështirë, ajo e para dhe më pas do të vinte në jetë Maja. Okej. Maja është dielli. Pra pas Nevina, si binte, Nevina ka qenë një lindje e suksesshme, Po, Nevina ka qenë, do të them dhe një kuriozitet për të dyja vajzat. Nevina ka lindur, kanë qenë të dyja lindje natyrale. Nevina ka lindur në orën 12:10 të mesditës, ndërsa Maja në 12:10 pas mesnate. Është shumë interesante se nuk parandodh, domethënë, nuk e di domethënien, nëse e dini më thoni, më shkruani në DM. Por kanë qenë dy lindje shumë të kundërta nga përjetimet. Me Majën kam qenë tmerrsisht e dobët. Nuk kam qenë shumë e friksuar. Ti si mikesha imja ke pak dieni për këtë anën time të brendshme spirituale dhe unë kisha parandinja shumë të këqija me Majën, e dija që më priste diçka e keqe, por nuk e dija çfarë ishte dhe më pas ndodhi pjesa e postpartumit edhe po falë Zotit Maja lindi shëndoshe mirë. Çfarë ndodhi? Më trego pak me detaje. Ndodhi që shiko, pjesa më e madhe e lindjeve orinda ta pranojmë, asistohen nga mamit, edhe nga mjekët ginekolog, por në rastin tim më ka ndodhur që në të dyja rastet unë jam ndjekur me mjek në qytetin tim të Durrësit, ndërsa lindjet i kam bërë në Tiranë, në një spital shtetëror, dhe në të dyja rastet mbështetja më e madhe ka qenë mamia. Dhe gjithë rastin ta falenderoj Rudin. Ndërsa mjekët kanë ardhur vetëm në momentin e shkolitjes së placentës. Mjeku nuk është se ka ndonjë dëshirë për të të bërë keq, por ndodhi që placenta ime nuk u shkolit siç duhet edhe unë pastaj vetë ndjeva vetë. Pash një ëndër, unë që kurse kam ngelur shtatzën me Nevinën, Shondra Lucide, dhe pash ëndër komplet të përjetimin tim, domethënë midis jetës dhe vdekjes, që më kishin harruar placentën brenda meje. I thoja familjarëve të mi, askush nuk më besonte, ja vendosnin në depresionit postpartum këtë gjendjen e ngarkuar. Shikon, e grave në fakt shpesh na thonë jeni të çmendura, edhe kjo më shumë dëgohet nga burrat, sepse burrat nuk na kuptojnë dot dhe kanë një mënyrë komplet tjetër të funksionuarit të trurit dhe të menduarit. Edhe shpesh na paragjykojnë, por realisht isha e çmendur nga dhimbjet. Pse zgjodhi Tiranën? Ishte edhe sugjerimi i mjekut që mirë do ishte të lindja në Tiranë për shkak të lindjes së parakohshme. Në fakt unë ushtrova një në maternitetin në Glozheni, më sugjeruan serklazh, në moment fundit jam ratisur nga spitali, nuk pranova. Okej. Që të Çfarë është? Serklazh është një procedurë që bëhet për qepjen e qafës mitrës, kur ti ke rrezik aborti. Po pse refuzove atë? Sepse mendova që është diçka që shkon kundra natyrës, edhe mendova duke qenë se nuk do ishte mundësia që shkarkimi i lëngjeve të bëhej naturalisht edhe urinimi dhe ndikon në çdo gjë, më kupton? Kështu që thash sa të rrezikoj bebin, thash më mirë po rrezikoj jetën e të dyjave. Është pak risk i madh, me thënë drejtën. Nuk besoj se
Okej. Pra ky është ai gjykimi që Nuk besoj se ishte vendimi i mirë aso kohë, po rezultoi që ishte domethënë okay më pas. Por mund ndodhte edhe ndonjë tragjedi, më kupton? Se shkova kundër vendimarrjes së mjekut. e kuptoj. Nuk e sugjeroj, mos e bëni në shtëpi. Dhe në fakt, shpeshherë duke qenë ndoshta në shtëpi aso kohë dhe duke marrë shumë informacion, duke qëndruar me vajza, duke përditësuar edhe faqen tënde të supermamave, shpeshherë jepi informacione që ti merren nga studime të ndryshme, i përktheje njëkohësisht, i përshtatje në shqip. Dhe vetë më thua që nuk i sugjeroj sot, nuk e sugjeroj pjesën që mos marrë informacionin e mjekut, mos të dëgjoj mjekun njëkohësisht, por aso kohë ti vetë ke qenë kundër vendimit të mjekut her pas here, se thoje nuk më bind arsyetimi i tim për këtë gjë. Ne kemi pas folur dhe bashkë për shembull Është shumë e vërtet. Unë gjatë shtatzanismën e vinën jam ndjekur nga 3 ginekolog. 3. Po. 3. Por Pse kjo frikë? Pse ky dyshim kaq i madh? absolutisht që çdo grua shtatzën përjeton rritjen e pasigurive dhe të frikrave. Por unë gjithmonë them këtë, bëuni mjek të vetes, informohuni, bëni vendimarrjen e duhur, se merrni një opinion të dytë dhe të tretë, nuk është keq. Më mirë. Jam dakord në këtë pikë, pa diskutim që të marrësh opinionet të dyta, të treta dhe të pesta, sepse një grua shtatzan për çfarë nuk e shkon mendja. Jo vetëm në gjendjen e shtatzanisë. Dakord, po Unë preferoj gjithmonë në jetën time të marr një opinion të dytë, një mendim të dytë, gjithmonë. Dhe për këtë arsye, prandaj po them, ti e merr opinionin e dytë, ti nuk e vën në zbatim atë që le të themi prapë opinionin e dytë të tregon. Jo, unë vë në zbatim, marr disa opinione dhe në fund vendos atë që unë gjykoj që është më e mira për mua apo për fëmijën tim. Qoftë edhe në rastin e vajzave. Për shembull, para 3 ditësh unë i bëra check-upin Majas. Dhe pediatri i fëmijës tim më thotë që Maja mund të ketë një sëmundje gjaku, të ruazave të kuqe të gjakut. U trëmba sigurisht. Me aq informacion sa kam arritur që të kuptoj që kur kjo normë e kësaj hemoglobine është në këtë nivel, okay. Dhe u mërzita shumë, të jem e sinqert, çfarë bëra? Sigurisht mora një opinion të dytë. Ku? Në një hematolog që është më ekspert, që nuk është vetëm për fëmijë, por është hematologu më tha, nuk e pse shqetësohesh, jam vlera normale deri në moshën 4 vjeç, kjo është okay. Bëra keq unë? Jo, këtu jam shumë dakord. Absolutisht e duhet bërë, sepse... Shiko, me gjithë respektin për mjekët, mjekët kanë një lodhje të tmerrshme, dhe askush nuk e flet këtë. Ngarkesa që kanë mbetur shumë pak mjekë, a e di sa kanë emigruar, është e tmerrshme. Do me thënë, kur shkojmë në QSUT që të bëjmë ndonjë eko tek doktoresh Blerina Saraçi, radha është që të them, çfarë faji ka doktoresha në këtë mes, në qoftë se bën, s'po them lapsus, por në qoftë se nuk e ka atë dëshirën për të të mirë informuar. A mundet një mjek të informoj 200 pacient në ditë? Çfarë do bëj përpara? Ti informoj, ti diagnostikoj, të konstatoj, çfarë është e tmerrshme. Domethënë ngarkesa që kanë mjekët është e paimagjinueshme. Kështu që këto janë gjëra më së normale që ndodhin. A ka gjërat që ti ke bërë gjatë kësaj periudhe me vajzat që do i kishe bërë ndryshe? Jack. Po, të jetoja vetëm me vajzat, por dështova. Nuk munda do të jetoja vetëm me vajzat, sepse doja edhe të punoja, edhe të ndihesha Xheklina e më parshme, edhe të rrisja vetëm. Nuk ja dola dot, por mbështetja e prindërve ka qenë e paimagjinueshme. Pra ti jeton me prindrit. Po, me prindrit. Jeton me prindrit e tu. Por momente të vështira me vajzat e tua, ke pasur gjatë këtyre viteve? Që të kanë lëkundur, që si nën. Mëmësia vetëm për te suportit prindërve është e vështirë, por është edhe e bukur. Këtër pavarësin të rrisësh vajzat e tua si çdo, larg ndonjëherë maskilizmit të tepruar të disa baballarëve që ndikojnë edhe në rritjen e fëmijëve kur janë 2-3 vjeç. Për te i paragjykimeve që shoqëria ka, unë mendoj që e kam thënë edhe te Katerina, është lumturi e madhe të prindërosh vetëm.
për mua si Jack. Ka sfida pa fund, ka vështirësi pa fund, të zëgjumi duke qarë, nuk e ka të bësh një dush, ke ndjenja faji të tmerrshme në raport me mungesën e babait, pavarësisht se si ka qenë vendimarrja apo e shkuara, kështu që por kur zgjohem mëngjes me të dyja, çdo gjë harrohet. Nuk ka turime të madhe. Çdo gjë harrohet. Sa ke zgjatur me gjithënien për vajzat? Me Nevinën mu desht të ja ndërprisja për shkak të të emërimit të parë, larg vendbanimit, sepse pata 2 emërime. Ja ndërpreva kur ishte gati 12 muajshe, pa bërë 1 vjeç. Këshilla e pediatres ishte t'ja ndërpres sot për nesër. Dhe unë i besova verbërisht dhe bëra gabim. Të kërkoj ndjesë e dashur mjeke që më ndjek, por është gabimi më fatal, që ti mund bësh nga 4 vakte gjithënje, të nesërme në asnjë vakt. Ndërprerja gjithënjes duhet jetë absolutisht e butë, që do të thotë graduale. Sepse unë më pas kalova me Nevinën pavor nokturnis, tmerret e natës, dhe një nga arsyet ishte sigurisht ndërprerja e gjithënjes, që i dha atë depresionin infantil momentet e para. Ndërsa me Majën, njësoj, isha prap larg, por Majën e kam shijuar deri vonë. Do të thënë Maja ka pirë gati 3 vite. Ashtu, që më zgjiri, po. A ishte për ty një detyrim për të dalë në punë, Jack, apo ishte unë të jeme detyrim sinqert ndaj vetes dhe ndaj asaj që kishe zgjedhur si profesion dhe të ardhmes tënde, më shumë se sa detyrim si për të sjellë parat në shtëpi, le të themi? Absolutisht po, së pari ka qenë detyrim moral ndaj vetes, së dyti ndaj familjes edhe në shoqëri, sepse kam patur dhe unë provat e mia në detyrë. Shiko, kur je grua me uniform, të marrësh 1 vit leje shtatzani është shumë, beso. Jashtë e bëjnë, Jack? Jashtë po, madje marrin edhe më shumë. Por sepse stresi është shumë i lartë. Mikeshat e mia dhe koleget e mia, mos them që kur kam patur beben 1 muajshe janë kthyer në punë, Po çfarë është kjo? dhe ja të miroj. Është pasioni për punën. Asgjë më shumë. Pasioni për punën dhe sigurisht nevojat ekonomike. E di, por jeta ka plot sfida, nëse ti nuk ke mbështetje, kush do të arrisë fëmijën tënd? Të gjithë detyrohemi, absolutisht rrethanat. Nuk është në dëshirën tënde. Jo, janë bashk, sepse nuk janë vetëm rrethanat, sepse ti fare mirë mund të marrësh një kredi. Është ajo dëshira për të punuar, është ajo dëshira për të mos hequr dorë nga vetja, Orinda, sepse ty të qënson edhe pasioni për punën, edhe dëshira për të mos e krisur atë individualitetin tënd. Kështu që kjo pa diskutim që ka shumë diskutim në këtë pikë, domethënë, të duash se të vazhdosh me punën, për shembull, nëse do më pyese mua, unë do thoja që kam bërë gabim, që jam kthyer në punë shpejt, s'duhet ta kisha bërë, pak rëndësi ka, vazhdonte karriera, ky momenti me bebin është tani dhe nuk kthehet më kurrë, ndërsa puna mund të gjendet sidoqoftë. Edhe domethënë, prandaj them që është pak individuale në këtë pikë, nuk është e detyrueshme për të gjitha. Këtë dua të them. Është shumë individuale, por unë isha në rrethanat e mia më të këqija, sepse kisha një punë larg vendbanimit tim. Para gjykimet edhe gjykimet e shoqërisë edhe ambientit punës nuk po i llogaris fare. Por rrethanat kanë qenë as pak të favorshme, diskriminimi ka qenë në nivele ç'do të them, domethënë. Gjatë rrugtimit tënd, të është dashur të çosh në institucione shtetërore, si në çerte, apo ke zgjedhur privatin? Unë si nën e kam provuar edhe edukimin shtetëror të vajzat edhe privat. Por me thënë drejtën, sfidat kanë qenë të dyja profilet, që t'jem e sinqert. Kam qenë pak kënaqur edhe me shtetin edhe me privatin, siç e tregova. Shëndet shpirt. 10 minuta. Me thënë të drejtën, kanë qenë sfidat mëdha. Një herë Nevina mvrau syrin. Si natyrë kontrolluese që jam, shkova hapa kamerat, 1 orë fëmijët në klasë, pas një edukatore, pas survejim. Po hajtë thash gjëra që ndodhin, mos u bëj paranojake. Shkoj një ditë tjetër, t'ja bëj vajzave surprizë, nuk i them që do t'i marr përpara, shoh njërën prej edukatorëve.
personave të stafit, që ishte mamaja administratores aso kohe, që godet një fëmijë 2 vjeç. Okej. Ja raportoj sigurisht në burime konfidenciale a kolegëve të mi që filan institucion ka dhunë etj, por personalisht nuk është se bëra kallëzim me të drejtën, thjesht e referova aty ku duhej. Ndodhi që Maja një ditë më vjen në shtëpi me me shenjë poshtë syrit. Dhe akoma sot e kësaj dite nuk e mora vesh a ishte djegje, a ishte fërkim apo ishte goditje. Me thënë drejtën, ishte institucion privat. Kam rreth 2 vjet që jam kaq e qetë, vajzat i kam në kopër shtetëror. Jam shumë e lumtur. Edhe e mira është që të dinë të zgjedhin privat apo shtetëror, të jenë të sigurta se ku i dërgojnë fëmijët e tyre. Dhe mbi të gjitha, sepse është bërë shumë në modë të hapësh kopësht, nuk mund të krijosh një institucion edukimi nga fillimi me 2-3 punonjëse apo me 2-3 mësuese, kur ti nuk ke filozofin se si të menaxhosh një tantrum tek fëmia. E flasim pak për vaksinat dhe medikamentet. Atëherë, Nevina, vajza e parë, është e vaksinuar. Madje tani më duhet bëj dhe vaksinën e 5 vjeçit. Maja është e pavaksinuar prej moshës 6 muajshe, por së shpejti do të ndjek protokollin e vaksinimit prej ku e kemi lënë deri në moshën që ajo ka tani më 3 vjeç. Çfarë ndodhi në këtë periudhë? Dhe pse të bëri të ndryshosh mendje tani? Dërgova Majan tek pediatri, kishte inflamacion në gryk, të dukshme dhe nga unë si nën. Pediatri gjykoi që duhet bënte vaksinën. E bëri vaksinën dhe vetëm 30 minuta pas vaksine, vajza kaloi 41 temperaturë. Kaluam një periudhë shumë të vështirë, që tregoi që mjeku gaboi në vendimarrje. Aty unë humba komplet besimin. Dhe u abonova në disa ente ndërkombëtare për vaksinimin. Aktualisht që flasim, nuk mohoj që kam një frikë dhe pasiguri brenda meje, por loboj gjithmonë që të merrni vendimin dhe të ndiqni instiktin tuaj, përpos çfarë thot qeveria, shkenca apo mjekët. Pse do t'ja bësh Majës tani? Majës dua t'ja bëj sepse unë jam njoftuar nga një shoqatë angleze, e cila jep kontributin e saj për fëmijët në Afrikë. Jam ftuar si vullnetare dhe dua të shkoj atje bashkë me vajzat e mia. Kështu që për të shmangur çfarëdo lloj risku të malarjes apo të ndonjë sëmundje tjetër, preferoj t'ja bëj vaksinat, që trupi i Majës dhe imuniteti i saj të jetë i njohur me sa më shumë mikroorganizma. Po pse këto nuk vlenin përpara për ty? Unë tani jam detyruar. Pra sot është detyrim, nuk do zgjidhje ta bëje. Më shumë ja. Pra për një vendim që ti vendos që të shkosh në një, të marrësh vendime për të bërë, le të themi, një punë tjetër, për të shërbyer diku. E ftuar nga Alam Foundation UK, unë preferoj që t'ja bëj, po. Teknologjia, sa problematike është? Shumë. Nuk di si do vej halli. Si po ja bën vajzat? Keq puna me Majan, sidomos kemi pak varësi me telefonin, po. Sepse kur erdhi Maja në jetë, ne u sfiduam dhe me xhelozin që e motra kishte me Majan, edhe shpesh herë Maja ka fjetur me prindrit e mi, edhe ata pavarësisht se bënin gjithçka, në fund e vetmja gjë që e shqetësonte ishte telefoni. Para 2 netësh kam komunikuar duke qarë me Lira Gjikën telefon dhe i thoja, Lira, të lutem, si t'ja bëj? Jacqueline tha, si gjithmonë, si që të kam thënë, zëre se po të regon për ralla. Tregoja si që ti mendon gjërat, thuaja qetë, me fjalë të thjeshta, le të qaj, le të godas, derisa ta kuptoj, e ta zërgjumi, derisa të heq dorë, e të kuptoj që kjo gjë është e dëmshme. Sa vjeç është Maja? Maja është 3 vjeç. Sa kohë ka që shefe në ekrane? Maja Kokomelonin që 1 vjeç e gjys. Që 1 vjeç. Po në televizor që 1 vjeç. Po scroll, ç'a bën? Po, YouTube-in. YouTube-in.
Tani jam me dy mamat, me dy motrat, si ju duket vetja tani, si e shihni veten, në prismin e mamit, Tani jemi më të kompletuara se kur, edhe teze dhe mama. Absolutisht. Flisni më shumë vetëm për kalamaj tani, apo flisni dhe për gjëra tjera? Jo, sigurisht fokusi janë kalamajt. Fokusi janë vajzat, ne dhe pse natyra të kundërta, tani jemi më të bashkuara se kur. Vërtet. Nuk bëni të mërzitshme. Jo. Se thonë sigur. Rutina s'ka të bëjë me ne fare. Nuk e njohim. Sa ndryshe ka qenë mami, sa ndryshe është mami Jack dhe sa ndryshe është mami Iris. Ku e shihni ndryshimet nga njëra tjetra, le të themi? Irisi, jo vetëm mami, po gjithmonë ka qenë natyrë më e kujdesshme, domethënë perfeksioniste. Edhe çuditërisht më ka surprizuar, domethënë se është po njësoj. Njësoj, edhe në Jam mëmësi. shumë e qetë, po, e vërtet. Është shumë e qetë, ndërkohë që unë jam eksploziv, marr gjërat pak rrëmbyeshëm. Jo, Irisi vazhdon të jetë e njëjta Iris edhe më pëlqen për këtë që e ka këtë motorin gjithmonë. Nëse më lejon, unë jam më sportive si mami, ndërsa ti ke qenë më e kujdesshme. Ka qenë kishte më shumë frikë. Jo, shumë e kujdesshme, mbaj mend, ka pas qenë e dedikuar totalisht. Unë nuk e mendoj të jem sa ty. Ashtu? Sinqerisht, Me Nevina në fakt kam qenë goxha ndërsa pastaj me Majën. Me Majën rrëshkiti pak puna. Shkuam në Mallakastër. Fëmijën e dytë. Edhe fëmia e dytë pak, me të drejtën. Po flas për fëmijën e parë, ka qenë e dedikuar totalisht. Kjo është... Unë e marr me sportivitet. Okej. Kush ka fjetur më shumë gjumë si mam? Unë duke qenë në regjim shtrati, me të drejtën. Okej. Ti ke fjetur më shumë. Unë kam fjetur pak më shumë. Kush ka ngrënë më shumë nga të dyja? Ti ka shtuar 30 kg. Është buk me Rachel Fiku. Edhe me qep nuk e di do. Disa dëshira shumë të Nuk kam çuditshme. patur nepse fare. Nuk e pasi. Jo. Kush ka harxuar më shumë? Para. Po, Apo kalori. Kalori. Për parat jam unë. Po. Unë harxoj në mënyrë kështu të Gjatë pakontrolluar. shtatzanis, post shtatzanie, terapi. Po besoj se edhe gjatë shtatzanis janë ato orët e vona të rrezikshme që je në telefon edhe gjithmonë bën edhe shpenzime të dëmshme. Unë jam të riciklimi. Po. Më shumë. Kush blen më shumë për fëmijët? Edhe Unë, për mbesat. edhe për mbesat, po. Blen më shumë, jam më shumë e fiksuar. Po, me Shumë, fiksuar. Kush ka më shumë lodra? O bobo, ka shumë lodra. Shumë, por... Që është e riciklimi dhe nuk hedh asgjë. Ashtu, nuk e hedh, Se di pse jam bërë pak... Ose nuk fal të gjitha, Jo, fal, jo. por blen akoma më shumë dhe thjesht nuk din të bëj atë. Shpërndaj shumë, po edhe blej shumë, me të drejtën. Ose ja dilin në shtëpi me të gjyshërit. Ka një magazin, po Ka një shtëpis, magazin, po, a? vetëm me lodra dhe Garazh di gocat. babit. Gocat sa herë dalin, thënë të Ishte- ndalojmë pak këtu. Lodra në fakt më shumë Aha. i ka bleri ati, po... E kuptoj. Ka gjë më. Baballarët si ta gjithmonë. vjedhin zemrën me Po, lodra. me E do lodra ti- dhe po, gjithçka ke duan qenë babi. fëmijët. Kush është më shumë suportive ndaj tjetrës? Kush dëgjon më tepër? Po, unë jam pak natyrë shumë dëgjuese, me thënë drejtën. Por që edhe Zhaku është gjithmonë aty për mua kur kam nevojë. Këshillat më të mira jep kjo, po leje ç'a thot për mua. Është ajo motra racionale, me logjik të shëndosh edhe gjithmonë e matur emocionalisht. Kë ndihmojnë më shumë prindrit? Pa tjetër që... Mua të voglë! Unë as nuk e kam dashur ndihmën, me thënë drejtën, që netet e para në shtëpi, kam thënë të gjithë dhe ikni, do ta mbaj vetë natën. Ke qenë më me Fatmi motër se ke pas ledjen. Dhe në fakt bashortë luan një rol shumë të E rëndësishëm vërtet, po, e vërtet. në një marrëdhënie, Po, sidomos doja në gjithmonë ditët të e ishim para vetëm të dy për ta postpartum. përballuar çdo gjë. Është shumë e rëndësishme, sepse të gjitha gjërat, paktën kur s'di njëri di tjetri Po, dhe po, prandaj shumë e është çfarë keni përdorur më shumë gjatë shtatzanisë, do të thënë le të themi si heqe nepsi, ti më the reçelin e fikut. Edhe frutat këto... Frutat e thata? Jo, mango ne kam Edhe përdorur këto. shumë dhe Nevina... Vdes për mango. Vdes për mango. Si frutën e pasionit. Kam pas sa shije çuditshme, kastraveca turshi jo, dhe nuk kam Nevina i pas. don shumë.
Nuk e di pse. Ndërsa me Majën, jo. Jo, nuk është se ke Kisha as pasur. luksin të haja mirë, me të drejtën se largë kështu. Dike vajda. Ndërsa, Ndërsa ndërsa unë mos duket publicitet, po akullore dhe kasata pa fund. Ua, Klor Vllacën, po patjetër. I haja shumë gjatë shtatzanis. Nuk është se të bëri probleme me sheqerin. Jo, fare. Është edhe e shëndetshme. Është mësuar gjithë jetën. Produktet që ju kanë ndihmuar gjatë shtatzanisë, çfarë kanë qenë ato? Më shumë. Produkte që ju kanë Mendoj që ndihmuar. mua më ka ndihmuar magnezi, sepse thënë që nënat shtatzëna pse dhe ngërçe, Po, ose... e vërtet. Po, unë nuk kam patur fare. E kam Okej. përdorur gjatë gjithë shtatzanis, si Magnez? suplement. Po, Okej. dhe nuk kam patur shqetësime fare muskulare. Edhe me gjumin kam qenë Po top. vajra gjëra çka ke përdorur? Vajra në fillim përdora vaj bajame, por nuk e duroja dot atë ndjesinë e vajit në trup Okej. me robet, edhe kështu që pastaj kalova Në tek një një krem, gel në një krem, gel gel që freskues, thaje po, shpejt. me mente dhe ishte shumë e mirë. Kestria? Nuk kam fare. Fatmirësisht, por Genetike. është genetike. Është genetike, Merita mendoni, mama, po, përfundimisht. po, Aha. Është Ndikon genetike, edhe- ndonjëherë kujdesu sa të duash, megjithatë unë nuk jam treguar shumë strikte te kujdesi i lëkurës. Po. Nuk e bëja çdo natë. Pra unë që se them genetike, do thoja, hajde, do visit qik me na, hajde. Edhe genetike dhe kujdes, Do po visit qik të, hajde. i ka dalë pulpat. Nuze vila patuse. E di pse thash për punën e këtyre kremrave, se edhe unë për shembull mund ta kem genetike që të kisha sriat, po si pata, Po, dhe unë kisha frikë në fakt mos ngjaja nga mami, se E, mami joni ka. shikon? Po, mami joni Po ka. atëherë pse thoni genetike? Mungesa jo domosdoshmërisht do të thotë trashëgimi, por e anasjellta sigurisht që e fakton atë, më kupton fakti që E nëna kuptoj. Ja, jon Gjina ta s'ka shpjegon patur më shtria mirë. edhe ne Po. nuk kemi. Qëndron trashëgimia më Mendoj shumë është ti, edhe jo pesha vetëm që ti merr rrethana. gjatë shtatzanis. Nëse do kisha marrë më shumë kilogram, ndoshta dhe lëkura Dikon, e ime. vërtet. Po. Është ti sa shtove Iris? Unë 19-20. Pesh Deri në normale, fund, nuk është po, se ka. Një gjë që doja sugjeronit me patjetër një mami të re, gjatë shtatzanis, që mos ju mungonte në rutinën e tyre. Çfarë do të ishte Në diçka? tremujorin e tretë masazhi perineal, absolutisht që ta ndihmoj për lindje natyrale. Ndërsa për produkte ke fjalën? Çfarë të gjë që juve ju ka ecur, po them. Po, mua më ka ndihmuar shumë vajulliri, nuk e kam ndar. Gjatë gjithë shtatzanisë. Se kemi lindje të Gjithmonë- ndryshme. Jacqueline ka për natyrale, prandaj. Irisi Cezar, po. Ndërsa për shëndetin e bebit, unë kam përdorur dhe vajin e karkalecit kuq. Që ka ndihmuar, a? Po. Mendon që ka ndihmuar. Nuk është se kam ndonjë gjë specifike. Po ndonjë trend që e provuat dhe si funksionoi? Për shembull, Ka pasur, po ndonjë trend që ju mund të mendoni që me thënë, ishte i mirë aso kohë, e shihni kudo, po juve nuk ju funksionoi, për shembull. Keni pasur jo? Po mbjen ndërmend. S'ka pasur. në një produkt të ke fjalën? Po pra po, Po në e një trend produkt, që po, është. në një trend, po. Po për shembull, jo që s'ka funksionuar, por jashtë të kushtatzanis është shumë i rëndësishëm mendoj që duhet. Ju duhet se s'bën. Është një po, gjë i mas. Është një gjë trend, Po. por që ndihmon për një gjumë më të rehatshëm. Është Ato muajt e domosdoshëm. fundit sidomos. Brezi është i panevojshëm, mendoj. Mendon unë. i panevojshëm? Mendoj është i Pse? panevojshëm, sepse nëse ti e ke fuqinë për të mbajtur peshën tënde, për çfarë të duhet? Është thjesht psikologjike. E kuptoj. Me thënë është thjesht marketing. Po, Po, ka Në shumë këtë produkte rast. që thjesht marketohen. Marketohen thjesht. Çfarë ju ndihmoi më shumë në ditët e para pas lindjes? Njërës dhe tjetrës. Produkt. Në një gjë, po, për shembull kjo, ushqim, pra, një gjë që ju ndihmoi si ushqim, ç'a ushqimi keni përdorur edhe lëng për gjërin e kukumbullës, lindjes? patjetër që gjithmonë lëng kukumbullës që Lëng gjithmonë në natereja e Hurmat e konsumojnë. arabis. Aha, edhe hurmat arabis, para dhe pas. Po, pas Si për kam shkak të konsumuar. anemisë. Përpara për dilatimin e qafës mjetrës. Pompën? Jeni dakord për pompën? Po. Absolutisht, a? Po. Por... Sado që të duhet apo jo, besoj se është një produkt që duhet ta kesh në shtëpi, sepse për shembull unë kur u ktheva nga spitali pata një fryrë të gjinjve dhe më duhet ta përdorja patjetër. Nuk e kisha bler më parë. Nuk e kishe Që blerë? po, u detyrova ta Edhe blija. mora, njëkohësisht. A ka ndonjë produkt që nuk jetoni dot në postpartum? Ka pasur ndonjë produkt që nuk jetoni dot pa të? Jo. Është e pamundur për shembull ose të lyrjes së gjirit ose Po, për kremin e gjirit do të ishte? specifikoja, e Është- kisha shumë të nevojshëm, po. Po. Për kujdesin për bebet, produkte që ja vlen me se zbën, që duan.
të ketë një kujdes të veçantë. Po patjetër që një linjë specifike për kujdesin e lëkurës, si shampo dhe vaj që do i përdorësh, sepse duhet të jenë pa kimikate. Besoj kujdesi i rutinës së bebit është shumë i rëndësishëm, si thelbësore është një pelen ekologjike, pa kimikate, dhe gjithashtu dhe kremi i pelenave, i cili është që duhet jetë i mirë në fakt. Duhet jetë shumë i mirë. Ne përdorim atë të Kitten Kin. E kuptoj, keni atë. Atë kemi përdorur dhe në fakt që nuk e irriton lëkurën. Çfarë keni blerë diçka që ju doli kot pasi lindi bebi? Personalisht, nga që nuk e përdora shumë, shumë gjatë, biberonat, por në fillim vetëm 40 ditë më duheshin për atë ushqim në shtesë, po më mbrapa, do me thënë, bleva më shumë se ç'duhet. Bleva më shumë se ç'duhej biberona dhe pra kjo ja tani kanë ngelur aty. Po. Që mos blejnë shumë biberona. Mund të blejnë disa sa për të mbaruar punë ato ditët e para, se nëse do kesh gji pastaj nuk ja vlen. Dhe lumë si mamat që kanë gji. Lumë si mamat. Edhe dhe çuçat edhe ne si kemi përdorur. Nuk e shoh që dezera kemi përdorur. I kam bler disa për bukuri, po as për bukuri nuk i mbajti. Edhe s'kemi insistuar. Nuk kemi insistuar me të drejtën, po. Nuk keni halle që hajde t'ja heqim. Do rrisin vajzat forta pavarësi Orinda. Po, e drejt, pa u ndikuar nga këto nga këto ekstrat, le themi. A keni ndonjë produkt që e lidhni me qetësinë tuaj, për shembull një qiri? Janë ato momentet më të rrisit që bënte dikur, ndiste qiriu në banjo, bënte gati dushin, ishte saunën aty, të gjitha. Gjithmonë i thoja me zor, po pres të bëhesh me fëmijët, shikoj shtëpinë. Po jo, mi në rregull shtëpia, si ka mundësi, si ja bën, nuk e di, mos ja bën vetë. Bebem ja akoma pritëve këmbë, wow! Shkoja bëj rromuj Kastilon. Ja sa të filloj të eci, ajo s'do lej dy gur bashkë. Ashtu të më dhe unë. Cila është rutina që u ndihmon të mos e humbisni veten? Që në të gjithë të rrëmujën e bebave, fëmijëve. Pas zgjimit në mëngjes direkt në dritare, 3 frymarrje të thella. Duke menduar se ti po çliron atë, po, është shumë efektive. Ndërsa mua këshilla që më dha mjeku im që kur linda ishte 2 orë se s'bën, duhet i kesh vetëm. Por nuk e kam zbatuar. Më tha duhet i kesh çdo ditë. E drejtë, është shumë e vërtetë. Shumë e nevojshme është, me të drejtën. Është një restart. Por që jo gjithmonë ne kemi të mundur me edhe nuk duam ndonjëherë. Po, edhe nuk duam, me vërtet, nuk duam të ndahemi. Kur ndahesh për të bërë diçka, thjesht e di. Po ndonjëherë për shembull e kujtoj me motrën ato fillimet e mia që kaloja në moment keq. Dil nga shtëpia tani urgjent. Po, lërë me turin tani urgjent, dil nga shtëpia ke nevojë. Edhe jo, si të nuk të lej kocën, nuk i ndodh asnjë gjë gocës për gjysmore, asnjë gjë nuk i ndodh. Lëre me turin tani, dil nga shtëpia. 2 orë, tha doktori, është më e mira që mund t'i bësh shëndetit të ndërmarrë. Në fakt është shumë e vërtetë. Merr ajër, merr energji tjetër. Nëse do t'ju jepni një këshill mamave të reja për kujdesin ndaj vetes, cila do t'ishte ajo? Secila për ju. Të ushqen shëndetshëm, kjo është baza, dhe të përdorin produkte pa kimikate, gjatë shtatzanisë edhe pas. Edhe pas. Jack? Të mos lëmë pas dore kontrollet. Po, shumë rëndësishme. Të mos harrojnë veten, të mendojnë gjithmonë për veten duke menduar për kontrollet e tyre. Dhe faleminderit për këtë intervistë kaq të bukur. Faleminderit që u kënaqëm. Që e patëm të Ziren në studion e mam. Shpirti tezës. U kënaqa edhe shëndetje e qetë me këtë fustanin tim po merret tani. Po, edhe ne u kënaqëm shumë, dhe Zire do ta ketë një kujtim shumë të bukur kur shritet. Tani do të. Bravo tezë, ishte për si unë e keq kjo të lumë. Hajde këtë e zjati. Bye! Pace!